Oh, zot. As m'le me përfundu fjale, i s'gjedhëm ju drejtu. Ajo full shumë për ty, së në s'keshëm përfundim heq. Po ma bunë një pa drejtësi, se kur se din ku o ka do me dalë njëri, atëherë mos u gut edhe mos falë. Me përshqi njerës tje. Mos kesh o klot, se mu s'po m'vjen për me kesh. Për një me e kam. Po ti nuk e din mas pari heq që ku po m'vjen mu i nati. A di qka është esenca? Ti je egoiste, se ti mendove, vetëm për bisedën që ti pote me Benitën në cep divanit, cilën unë nuk e kam dëgju, sepse jam kanë të dëgju lëndrimin. Ti qka bone? Erdhe jashtë pyetja, nisa me të shpjegone, qysh rrjedhi situata, t'lutem, e mlet flasën e tash. E mlet flas. Masane ja filluar me ta shpjegu, sepse mënyra që erdhe ti nuk e m'pëlqeu. Se ti me kanë aty, të po prapë edhe një herë. Sa njerëz janë tu gjujt, kupton momentin, nuk vjen aty me fillu me hima thellë situatës, po thu, hajtë flasim për diçka tjetër. Ma mirë. Ose hajtë se s'ke nevojë me tani, t'lutem, më le të flas. Unë Masane fillova me ta shpjegu pjesën e Hygerc, ç'është rrjedhi debati. Aurora ja nisi me fol me lëndrimin për raportin, që nuk më gjuhet mua ne e kënej, kishe. Se realisht vetëm ti lëndrimi nuk jeni gjujt njëri tjetrit. Unë kur kam pas diçka më u thonë, kam thonë dyve. Ja nisi me fol, edhe lëndrimi tha, është Klodi ai që ka pas një bisedë me Hygercin. E unë i thash, po e kam pas, jam prek, jam di keq, se prej personit ma të afërt për 2 muaj rresht, nuk e kam prit që çohet në kam e më thot mu, a je biseksual. Okej? Mendimi që ke pas edhe ti. Okej? E ju më keni kritiku mu, e më keni gjyku si shok, e më keni thonë, një shok i mirë, nuk shkon e flet me Hygercin, po e flet me neve. Edhe ti nuk i fol veç me Hygercin. Për çat pjesë. Ty t'ka thonë edhe opinionista, ti fol në përcej pas. Për çat pjesë, t'lutem, trimin tim, kur rrjedhi debati, okej? Nëse ke diçka tjetër më thon, ma thu Masanej. Trim të debati çka ndodhi sot. Te pjesa e Hygerc, unë e kam diskutuar me Hygercin, i kam thënë, a jetu më kallëzu, a jetu më... Jam ty të kallëzu. A ne kallëzom. Realisht ja nisëm u qartë Masanej, më the shtif, e më the, dur fyra. Qato që e bunim idhnuve. S'ka lidhje, Masanej mbrimu dhe aty, ti marrim kronologjikisht, si ju pëlqen juve. Kështu. Te pjesa e Hygerc kështu ta shpjegoj, unë bisedën që kam pasur. Klodi, veç një sekond. Jo, lutem, unë të pyeta për të mirë. Erdhe prap këtu, Eliona, erdhe prap këtu. Ani a do mu largu. A do më lën me fol. A do mu largu. A do më lën me fol. A do mu largu. Nëse më lën me fol ju. Erdhe prap këtu. Nëse më lën me fol ju. Thusë unë jam të lyp me Nëse më lën me fol ju. Jam të përgjigj. Nëse më lën me fol ju. Nuk du mu largu. Nëse s'do më lën me fol, do marr këtu. Me thon vetëm mendimin tonë, si gjithmonë. E Masanej me kput tepen, siç ban gjithmonë, nuk dua. Okej, fal. Okej? Ta kem të qartë. Une, bisedën që kam pas me Hygercin, e kam pas, sepse unë kam dash një mendim prej një personit jashtë nesh, po na ki kallëzu, cilin mendoj që sot do që mundet, analizon në mënyrë konkrete edhe pa mojt krah. Se ajo që ka pas me mi thonë ju nuk e dini, nëse ajo më ka dhënë kritika. Se ajo mu mi ka bënë veçmas. Okej? Unë e kam bë dhe i kam thënë lëndrimit, nëse një ndi keq, kërkoj falje. Ama ta kam arsyetu, që është ta bona unë e qëtash. Edhe ju kam kazu shumë mirë. Këtë rast e përmeni të Aurora, për me gjyku raportit që unë e kam me lëndrimin. E mu nuk e më vjen mirë, sepse ti e mbron Auroren edhe fol me Auroren për mu. 1. Lëndrimi. E ka bo me ty. 2. Kështu që mos hajde mu me më gjyku për një rast, në cilin unë jam prek,
prej një pyetje që më karë prej shokit tem matë gusht këtu mrena, që unë kam pas ofër 2 muj, e kur Olta ja ka bo pyetjen 4 herë, ja ka cek 4 pika, a e ke pas një prej këtune prej Klodit, s'ka dit me thonë, kur gjo, se nuk ka pas, as një sinjal. Okej? Kërë boni me hyge, e boni që të, edhe unë e që të u lidhat e tema. Okej? Masa një hyger të i ceki. Qëto, i ceki rasti lavanderi, i një konë 7 veta kunder meje. E unë nuk kam levoj mu viktimizu, mos manin, bane prap. Hiq nuk me intereson. Ama e di që jo që shpo thote që unë e du mbrojtjen prej tjerve. Unë e kurse kam pas mbrojtjen, kam qëndru për vetën teme. Unë e kam ba gjithmonë. Në tjetën ko, ty edhe ti ju kam ofru gjithmonë mbrojtje. Ku e kam pa të arsyeshme, gjithmonë jam përfshi. E kërë dalimi maj madh mes meje teje, që unë e ty gjithmonë ngrihem në kam, edhe ty të mbroj. Edhe këto e kam bo në prej fillimit, edhe kam e bo deri në fund. Se këj jam une, e kështu kam lutem, kështu kam zgjedh, une me vepru. Se ta kon thonë edhe në prime, mënyra që shukon Klodi protektive i kujdeshëm për ty. Se ka bo asnja. E nëse baba yt ka këtu, une mendoj që baba yt, kish pa një sekund, kish pa baba yt diçka gabim, ose që une kam lujt me ty, ose që unë kam lujt me ndjesit tua. E kusho ka ta thot? E kish thonë, pret tashim, let duhet dalin për fundim. Një. Musë dhe me dalin për fundim. Për cilin tim kja akuzun një mu i resht. Ti. Edhe i ka ba edhe lëndrimi. E kur ajt ka akuzu ty, ti nuk ke reagu heq. Ke thonë jo, se mos me pas ndodhë kur gjo. Unë e ndryshe, unë e qëndroj për temen, qëndroj për dëvërtetën teme. Kështu që unë, prej tjerve nuk e të lëroj marrë me më thonë mu që ju jeni tret bashk. Unë jam kanë vetëm gjithmonë. Unë asë njëherë nuk kam pas bështetje në për debate. Debatet i kam pas shumë herë vete. Kura? Jo. Tjetra është, ti, unë filloha me ta sqaru, e ti janë isë me premen. Unë nuk jam fake, nuk jam kështu, nuk jam si Benita. No, veç një sekund. No, shumë mirë di. Po ti s'po m'lem me përfundu. Unë e shtifs, nuk jam. Po, në këtë rast, nuk jam shtifs, as pak. Se s'mlem mu me që fjallën fond, se ju drejtove Benites, në sekundit që e pove, ju drejtove Benites edhe po thu, Benita ka kafej, këtë sje, qështo, ju drejtove te... Unë ka kafej këtë sje. Ju drejtove... Që prapje të rejtë. Hajtë, qka se ti ki qip më ka për fjallët vogla, qka për gjdo gjok, gjdo detaj këtu e lun rolin. Gjdo detaj e lun rolin këtu mrena. Si të mlojat, si të voglat, për mu gjdo fjallë. Ti janë isë me folë për Benitën. Ti se mle me përfundu. Unë e Benitës nuk i fola. Unë e Benitës nuk i fola. Benita do një është të bani kafe. Ju drejtove Benites. Syti kam në balë, unë e këshyri ku dua. Ajo është shtifje. Se ti në momentin që ju drejtosh asaj edhe ja përmen emrin, mundohesh me nëzit diçka. Se momente ku mu me erdhinati është që ti... Kush e përmeni Benitën? Po lem pra të flasë, nuk jeve qëti. Nuk jeve qëti. Po nuk jeve qëti. Se vërteta jote nuk është e vërteta jeme, se zdu. Se jetu rajnë. Se Benitën ti përshive. E në thash, qa ka lidhe Benitën këtë bisid? Qka rejta unë thash? Qa ka lidhe Benitën këtë bisid? Përgjigja jote ke. Ti nuk e nive që kam tha mu Benita te divani. Nuk më intereson. Unë e keshtu të gju me lëndrimi. Mas pari unë fjallën divan nuk e përduri. Po unë e thash, ti nuk e dëgjove që kam tha Benita mu. Nuk e përduri. S'ka lidhe, se ti po kapësh për fjallë. Jo, ti po do më kapë për fjallë edhe unë kapë në për fjallë. S'ka lidhe divani. Unë e shumë mire kuptoj që e një të bo. Krejt, se cili këtu mrena. Besëm. Une, sen si jetu kuptu. Sen heq. Kur gjo heq nuk jetu kuptu. Se me konë se kupton diçka Klodi ti kishe punë ma mirë. Sidomos me mu. Prap. Unë si kam punë mirë për çka? Çfarë bazët ke që si kam punë mirë? Ti ke mirë. Do më thonë ti e din që ke bërë diçka, që ti e mirë, unë jam keq. Na tregoj Liona. Për çka unë jam keq që ti e mirë? Hajde. Këtu tani e kalun ti ç'tash valla i dashur. Se unë që të bised nuk jam ka bëj për me dal njëri më mirë atje. Ti thaj kishe pas punë më mirë. Valla hera dytë që ban. Hera dytë që ban. Që të bised jam ka ta bëj se jam ka ndina keq. Se unë erdha. Se thash shtyfs. Po ti mos të fal mua për mua. Se më intereson. Duhesh më ndikesh. Nuk të intereson. Nuk të intereson. Unë isha ndikesh me ton ty. Po je egoist ti, nuk jam unë, mos të thuj mua egoiste. Se përderisa ti e fil realitetin ton. Edhe se vlen mua me fol, atëherë je ti egoist. Ti je egoist në këtë rast. Nuk keme dëgju bisedën teme, qëllimi jetë nuk keme dëgju bisedën teme, po me fol, ato që Benita të tha ty. Ky ke qëllimi yt. No, unë e deshta mo li. Se përzive. Sa është e vërtet për Klodi? Është e vërtet, ti e bane. Po ti po bën akuza që s'janë vërteta. No, asnjë akuzë, jam të thon realitetin. Edhe po vjen i nati. Okej, të vini nati, s'ka shumë. Prej ku jam kam vinë këto akuza për Klodit? Prej teje jam kam vinë këto akuza. Po veç nëse kam po lem pra të flas, po pse s'po mlem me fol? Se ti ki qef me fol vet, edhe me këthy masa najtë lu se unë s'po t'la me fol, unë t'lash me fol o zotni. Fol e bal.
Po tash është rrodha jema, jem të bo bash pisit. Unë të erdha, unë të lash me përfundu, te veç e knoqë krejt. Unë erdha, po lem pro të flas bre burë, po lem të flas, po lem të flas, po lem të flas. Nuk je veç te. Nuk egzistojnë veç ndjesit e tua, nuk je veç te. Nuk je veç te. Edhe kjo sështë e vërtet as edhe një grim. Edhe kjo sështë e vërtet as edhe një grim. Mos im shtime ti përmen sene që nuk përmenen. Se përde, që kjo e Liona, ja ka një që kjo ke qardje, për sene që i ka bon pa drejtësi, ja kush. Edhe ti si një njëri që më qëndron mu afer e din mas miri. Kështë që t'luta mos ma drejt. Unë e erdha jashtë, unë e erdha po lem të flas. Po lem të flas edhe ti mbërtit e mu. Edhe ti mbërtit e mu. Edhe ti mbërtit e mu. Unë e flas me bindje, kam thonë gjithë mu. Edhe ti mbërtit e mu. Edhe unë e po flas me bindje. Edhe unë e po flas me bindje. Pse? Se unë jam të e ngrit zonin se so ka ma ndëgjën kush zonin. Se ti si jetu m'jep mundësi me fojt vërtetën teme. Edhe kjo është egoizëm, Klodi. Kjo është egoizëm. Dul ftyra edhe shtifs para krejtve. E unë e prap thash, nëse do me bisedu, hajda ty. Unë nuk du me folë këto. E ti e bone. Ti e bone. Unë e këshyri vepra tua, jo fjallë tua. Ti në momentin që u largove dhe dole jashtë edhe pova që keni debatu, une e kum di vetën. Goloni. Ato ta spjegova, ta shti kapet që shdush se ti zakonisht ashtu e ki zakan. Mi ka pëse në që shdush. Une erdha, Klodi, edhe të pyta shumë normal, pa as edhe një bësht, pa as edhe një qasjet gabushme, pa as edhe një qëllim të keq, une për kundra zi qëllimin e kum pas të mirë, se ti e ndin vetën gjithmonë që une jamaj anën lëndrimit. Une vendosa shumë me djeni për krisht në këtë debat, se zakonisht shkon mrapsht, vendosa me të ndëgju ty të parin, se ndi vetën si dikush në mese është neutral edhe ju një dëve, edhe unë e vendosa, më ardhe me po lem të flas. Jo, mëre, jo, unë e vendosa, ti s'fole pa lidhje dhe ishtë asha, unë e mbylla gojën kur ti fole pa lidhje, ti s'din me mbyll gojën, jo ti s'din me mbyll gojën se jenë faj, ti se len njërën me fojt se e nin vetën faj, unë të ngova edhe as edhe një grim së më pëlqej që ka fole, as edhe një grim nuk më pëlqej që ka fole edhe mbylla gojën teme. E mbylla, po ti si jenë gjendje, se ti mu s'don me më që kor, në asë një biset me ty ti se më len me që mendimin tam dhejnë fund. Kor. Kor. Edhe je shumë gabim, se unë erdha ekstra, se ti po thu jamon krajnë lëndrimit, erdha me ngu realitetin tonë, parin. Unë, së se kësha pyte dhe lëndrimin ma bunë. Pse komentove prej tavolinës? Kondër meje. Hajde më kazo. Se më përfshive. Unë e përmena vetëm emrin. Ti the Eliona edhe lëndrimi janë ata që mësulen mu kondër. Normal që përfshina. Normal që përfshina. E mbrojnë një tjetëri më dalin kondër mu, bashkë. Unë e kam thonë që në shumë situata ju dë e mbrojnë njëri tjetërin e keni mendimin e njëjtë kondër meje. Kondër meje. Not mendimin që kondërshton mendimin tem. Kondër teje. Po gjithmonë folet për ato situatat caktuar. Po, në botën tona, po te ki caktu që të leqë. Te, jaj, që më ki përfshi vetë, unë e emrin tem, unë jëmë konë në pikë gjumit, edhe jëmë konë shumë mirë, jëmë konë të pushu edhe të e shiju motin, edhe jëmë hi mrana se jëmë mund tu, edhe jëmë hi edhe konë bo bok, edhe unë veç të e nëzej buken, emrin tem 3 herë e kumë një prej gojës tone. Po, sepse kanë qitë ata vetë raportet, ishën të gjukur raportet e kanë përmen krejt e ti vendose mu me mu kundër përgjigjë. Krejt e kanë përmen, ti vendose mu me kundër përgjigjë. Si gjithmonë. Si gjithmonë e Liona Binokaj, kundër meje gjithmonë. Gjdo herë kundër përgjigjë gjithmonë. Do këtë ty o Klod, më se në gjënat. Se une edhe ty një nërë ta ku mbrojt anën, kur une e ku mdi vetën me ta mbrojt anën. Okej? It's okay, I don't mind. Se une nuk moj edhe... Besom, se cire ka të regu vetën sot. Edhe që ku ka të regu vetën sot, besom. O vëna unë e sanë s'kom të regu, se unë s'kesh as pjesë e debatit. Ate më su përzi për në moment, tim ki përzi. Kam përmen emrin. Vetëm keni përzi. Kam përmen emrin. Vetëm nuk ma ki përmen emrin për të mirë. A ma ki përmen ti mu emrin për të mirë. Londrimi. Nuk ma ki përmen emrin për të mirë. Unë thosht që ju mbroni njëri tjetër, më s'tash kur gjatë tjetër. Këta dy mdalin mu kondër. Këta mësull... Nuk sullen më se shtit fjallin gojtë që si kam stonë. Se fjallin sull... Ashtë e njejta bre vla, ti do mu ka për një fjallë. Nëse ju dy keni mendim... Jo, po, se me sulmu është tjetër gjo. Me sulmu është tjetër gjo. Rejnëse, jetu rejt. Me ju sull dikujt, është gjo e keqe. Unë nuk kam thonë që ju më sulleni. Okej, pro. Okej?
mos e vështi fjalën gojë që unë nuk i kam thonë. Okej, ti the me mdall mu Nëse do me përmend, diçka që kam thonë, unë e përdor fjalët e mia. Me mdall mu, e ti që më smi përdore mu fjalët e mia, edhe ti të njëjtë në gjabë une. Po nëse bëj që të reagim si ti, unë si jom dram, okej, unë se kam emrin dram. Unë jam dram, okej. Se mundet me ndodhë që një i percepton fjalë, ndryshësh e ka atë botën e vetë, gjuhën e vetë, okej? Jam dram, pse po flet me mu? And it's so okay. Am ka dalë ftyra, a jam dram. Lutem mos fol më me mua. Jo, se ti, unë s'foli mu mas se bisede, po lem ta qoj dhe në fund, se nuk është fair, ti me qu dhe në fund, e mu mësë me lojnë hapsir me fol. Si të thonë kur gjo? Për ty jo, as ti për mu s'ki të thonë kur gjo po të ngova. Thash shka kam pa realitetin. Unë ta flas, lem ta flas edhe unë realitetin tema, po eksiston veç realiteti jëtë. Jepi. Unë e erdha se pianisi që 500 herë dhe si kam blen me qu në fund. Përdori fjalët e sakta, nuk dërprej. Fmi. Okej, vazhdo, ti je të ofendu. Unë janë se fmi do këtë ofendim, ti çka po bën me mu që 2 muaj e gjysë që po më thu fmi. Edhe ti po më ofendojsh pra. Ta kam bërë gjithmonë se e gare, ti dhe shumë mirë që shkallim. Po dhe po. Shumë ofendim i ran ke fmi. Kape tash, mundoh me mbërdur çto. Fmi. Edhe unë përkundrazi unë janë nisa me folë si një, edhe ti mu qase shumë ndrysh, mu bune shumë nervos, edhe thash ka mbroje lëndrimi. Edhe tash nuk e mbrojta, tash nuk e mbrojta, jo, tash nuk e mbrojta, po edhe është mendimin te, unë si edhe ty, thash unë si edhe ty, ta mshteta mendimin, si edhe lëndrimin. Okej, breklot, mja nisë që shto mi këqyrë, mi si gjanat mas, kreti kishim folë do sene ma ndrysh. Edhe unë jam njëri, edhe unë njëtë si ti jetoj për hirë të parë. Edhe unë moj, ndo sene me folë në ashti ma kjartë, ma mirë, edhe unë moj, ndo sene... Am keni një matë ofert. Vëqë sekund. Nuk përzish për i tavolinëse, nëse përzish në su. Në falë që përziva, po du me dëgju realitetin tënë. Edhe në momentin... Se se kam kuptu mirë që shka rrë situata. E unë komentova pa e ditë situatën. Unë erdha edhe të pyta. E unë tash shkombroje, sepse që ashtu që shkonë në tavolinë në divan. E ti vendose, mësë me tregu, po vendose me janis të batit me mu qasë mu kondër, shkabloje e lëndrimi. Po së është e vërtet, ma burë, se unë e lëndrimin, ndjedhe me Hygerta, një këmë thonë Goldoni se unë se di pse Hygerta full ma shumë se te, në ratë parë. E para dy, e dyta punës, në momentin që te e ki full një gjanë, në momentin që te unë e di shumë mirë se që ka ki full, ku e ki full punën me që t'ka pyt a je biseksual. 100% jom konë me ty, po ti se nin, asë shen, unë të këmë thonë po, thash po, edhe mu drejtu lëndrimi mu. O Eli, po, në apet me ty jom konë, se që aty unë e sho lëndrimi nga bëm 101%. E te, po prejkesh pëse une e ku mështet në debat me Hygertën, që Hygerta o ka folin vend teje, po e mështes, prap, se Hygerta, po, folin vend tonin, po që ashtu i ra. Oj, Zojush, a munet Hygerta si banore Big Brother VIP Kosova me gjyku një situatë që ka po? A munet? Po se është shumë neutrale, edhe jo. A munet me gjyku? Se është shumë neutrale, edhe jo. A ka drejtën Hygerta Sako me komentu një situatë? Ajo kur të... Hajde pëzojmë unë e përmbroj lëndrimin. Hygerta kur të përmbrojnë, për të konvenon. Apo jo? O e kishin njëri me tjetëri. A di për çka foli Hygerta me lëndrimin? Thaja ke ngull Klodi 3 herë. Ja ceki 3 raste. Pyetja biseksual. E dyta, në lavanderi që keni qanë 7 veta kundër meje. E treta, që une nuk e sqarova, as nuk e fola, se nuk e kuptova mirë çka tha, te pjesa e gjupave diçka. E tash ti, po do me jacenu Hygertës drejten me folë për këtë 3 raste. Po, bre, Klot, po, unë jacenuva drejten. Po pse po s'u që e fletë e vend Po, bre, jo, a e kam pas debatin me lëndrimin për këtë pjesë. Unë bravo i kuftë lëndrimi që ja kthej. Oj, ti qik, a munen njerës, për deri sa lëndrim mekaj, e hop temen, me Auroren, e Anise i përmen Hygerta Sako. Qka po pretendon ti? Hygerta mos me fol. Qka po pretendon? Hygerta mos me fol, jam. A di pse? Jam i vërtet. A ka mos im falë detyrimin? Sa do që mundohen se cili këto? Unë jam me të mirat, me të sijat, me nervoz, me të mirat, me të gjo. Jam. Unë e komplet jashtë lëndrimit. Jo qashtu po thu. Maj vërteti. Maj vërteti. E najna fejka, po. Jo, me të që maj vërteti. E najna fejka. A ke Që do me thonë te? Që do me thonë te? Që do me thonë te? Jo, po që ashtu pi bjenë? Jo, unë e thash jam maj vërteti. A buj me të ato në shka, jashtë më ka tonë gjuhu, arditi tash edhe konsideroj igi. vetën matë vërteti. Me kanë? Gjuhu, igi të la... A mund të konsideroj vetën matë vërteti? Ta nuk i shohë finale ato, lëndrimim ka tonë. Nuk i shohë finale. Labinot, jam me Ljonë nuk më intereson. Më falë. Unë e konsideroj vetën matë vërteti. Unë e konsideroj vetën. Ti edhe lëndrimi
Je keni bo me përmes lëndrimi, përmes Aurorës, me kohën e dur mjë gjytë. Unë e konsideroj veten që kam pas rrugtimin ma të vështirë këtu mrena. E ti din shumë mirë. Ti din shumë mirë sa të vështirë unë e kam pas. Se ti e para që më ke thonë të kuptoj. Ti e din shumë mirë, unë e pse kam pas rrugtimin ma të vështirë këtu, se sa ti, se sa ai. Dallimi mes rrugtimit tem edhe rrugtimin tonë është se ti e ki zgjedhë rrugtimin tonë. E ki pasë ndorë. E rrugtimi jam, rrugtimin tem, qka e kum zgjedhë? Ti e ke zgjedhë. E kum zgjedhë, qka është rrugtimi jam për ty? Unë s'po du mu viktimizu, po ti po thu, rrugtimi jam unë konë ma i zërshme qëto, po thu. Unë e ka pas shumë vështirë, po. Shumë vështirë. Të kjo pjesë e marrëdhënieve në 3. E unë s'tu në kërku falje për atë pjesë? Cilën pjesë? No. Për vështësi. Qysh no, e pse po hinë në gjëna? Ty të mjafton, mas pare, ty të mjafton, unë të këmë thonë edhe në prime, I'm so sorry, edhe të vazhdoj të e thonë. Po, okej. Pa është, jo, po ti po thu, se më hajtë. ti po qohesh edhe po ngritësh, unë jo ma i vërteti, unë jo ma i vërteti kjo, e qka do me thonë kjo, e na jena fake atë qysh. Jo se prej qëty me fjallëve klot prejkna, se nuk, ti i fundit që guxon këtu i mrena me më thonë mu fake, i fundit. Atar? Bash i fundit. Atar. Aje tha qashtu edhe ti robe, une po, do më thonë, një fjallë e labinot regjes, mjaftoj, edhe plus leti këto, se ku po du më dalë une që një orë edhe si kam le me full. Spelom, është, më sëmë thuj që unë thash që ti e fake, asë njëherë, se kam mendu. E qka dishte me thonë pro me këtë sanë? Që ti e ma i vërtit se unë. Unë e besoj shumë, nuk tha, a bona krasim? Jo, ma i vërtiti. Po, kë tha, a pëshet që doli në mes që ty në vetë, në mes juve doli Klodi ma i vërtiti. Edhe unë grite dhe ja aprovove. Po, e the. Eliona, Klodi. mendimi jam, po marë parasysh tëna vështisi që kam pas, jam unë gjithmonë me kanë sa ma i drejt për drejt, edhe une, po marë parasysh njës që ka dun me thonë, une të konsideroj vetën që jam kanë me i vërtet shumë. Nuk bëna krasime. Ani, Klod, veç qashtu i krasime me tjerë të në zbaj. Qashtu i ro. Jo, ti mor ashtu, une nuk baj krasime me kërkan, e kurën një vjetë s'ka me bë krasime mas janin prej jush. Edhe. Nuk jam lëndrimi, me thonë Klodin e kam pru unë e këto. Edhe ajo është gabim. Vjen shumë keq. Edhe ajo është gabim. Unë nuk i thom këtu sene, edhe nuk i kisha thonë kur. Jo, ti ke thonë për pësmeje s'ke kur gjo. Atë kujtoj. Ti je aj, oh my god, ti je aj që më ka thonë mu, në hajgore ti ki thonë, Eliona pa mu këto s'ka që ka full. Eliona pa mu këto s'bën sanë. Po ti edhe shumë që ka nga të se ti veç historia jote ka qenë më shumë se gjysa banorëve këto. Mu diskutu. Vetëm historia jote, o diskutu, ma prej sulmeve që ke pas, sidomos prej labit, ma shumë se krejt rrugtimi i gjysë banorëve këtu mrena. Shumë mirë din që u kanë nga të spimaj. Po ti e ke thonë për examen se ti e ke mendu. Qka? Për mu. Qka? Unë s'kam kur gjanë tjetër për vështeje. Ti të nga thotë vendrimi. Kur e kum thonë? Unë nga vendrimi ke thonë. Kur e kum thonë? Jo në s'pëmoj shtë asë më. Ke thonë, të shë mrapa, s'las ma, shohim ti. Qa ke, qua loj e ke? E ke thonë. E ajo do me thonë që ti fa mu s'pas ke loj. Okej. E ke thonë pas gacmimin që të kam ba ty. Po ti din shumë mirë që nuk ke pas vetëm mu këtu mrena. Ama për mu e ke mendu. E ti s'pedisha, ha? Elion, unë e provokaj. Jo, e ti s'pedisha, edhe unë e kam e provoku, që? Su kam provokim i ti. Që, po. Ka në vërteta. Po zgjedhi. Po zgjedhi edhe unë me thonë që është provokim. Një e cedhe ti që shpenzer vete, në gjdo sen, po dhe u bone ti me ledzu gjuhën e trupit. Edhe që ka dishta me thonë, është momenti ku se ti si e kam len me qumë përfundim, as edhe një herë. Edhe ta thash jashtë, edhe ta thash ti po i dhnohesh, pëse unë s'po të mbroj, kur në fakt, unë veç e mbroj të vërtetën teme. Një sekund, ku unë e shot që ty o ka ta bënd dikush një pa drejtësi, unë foli. Në ra dytë, unë mas pare, kur përfshihen lëndrime dhe ti, unë përtoj edhe me fol, e li më ja majt anën dikuri. Që ti me lëndrimi do me majt mirë. Qëta ma ki thonë edhe një herë, pëse unë du me majt me lëndrimi mirë? E dini jo, ama realisht... Jo, të më ki thonë mu, veç se u shpall favorit, i ki qit me majt mirë me to. A na vlerëson dëve? Kur u shpall lëndrimi favorit, lëndrimi u shpall favorit... Nuk të thash, tash lutëm flasim për sot, okej, të rrim të sot. One, ti këshër se edhe këto, për shumë, one, një person që i thot, lëndrimit kam njerit ma të ofert, ose mu të njeri ma të ofert, për mu për shumë jetu rajt, cila është të vërteta, cila është njeri ma i ofert? Dët ju kam njerës ma të ofert. Okej, dët na ke njejt. Okej. Veç se me lëndrimin fuli ma shlirë. Okej, dhe më thonë lëndrimin e ke njeri ma të ofert.
Po qka lunë rol të ashtë cilin e ka ma të ofre cilin ju? Unë e di, vazhdo bisedën tonë që atyre thu që së lami që unë fona atyre flasim, vazhdo. Jo fali se po më interesan. Tje lëndrimi, për shembull, lëndrimi kur më gjujtë mu lavanderi, ti thema herët një gjatë mirë, unë e zgjedha mos me fol, për mos me ba matë madhe, dhe pse realisht je kanë shumë gabim, ti je kanë personi dytë që ka gabuat dit, i pari ju kanë Benita, e dyta je kanë ti, të përmen çështjen e bombave, po e në gabimin tënë, prapë një gjatë mirë e ke bon, sepse ke thonë, më thonë e the sot një gjatë mirë, që unë e kam zgjedhë mos me fol, për kontrazi lëndrimi për shkakun në atë rast nuk ka fol. Ti, me pas ba une, si që ka ba lëndrimi, me pas ba une atina, ti kështë artë une, më kështë thonë nuk është as pak rregull, pse ju gjujte, pse i fole kur ishte në debat me 5 veta, ti me lëndrimin a gja nuk e ke ba kur. Kjo është shësni me 2 standarte. Një. E dyta, ku më ka ba pyetjen a jetë biseksual? Më falë, a jeti qatë ditë u shku lëmshme me lëndrimin? Po, kena pas debate, po. Po. Edhe unë e pres për juve dëva, mja majt anën një tjetër kur ju jeni të dhnushë me një tjetërin. Si të kuptu, ashtë ti të gjakje që ju të thonë ti. Unë e thash, sikur atë ditë ti shkon lëndrimi vendemin. Edhe plus e kum pasu në vëmendjen të lëndrimin në momentin që mu më sulën 3 veta dhe më thojnë fal, më bojnë presion. S'ka lidhe, ke ditë situatën. E ke ditë situatën. Se ta kam pas thonë. Edhe ti, asë njëherë nuk i ke thonë ati, për shembull, pse e gjujt. Unë e veç, a shumë e rregull mos me i thonë. Po me pas baune, e di 1000% që më kështë thonë, pse ju gjujte, kur ishte tu debatu me 4-5 veta. Sepse, ju të mbroheni. Ashtë fakt. Ashtë fakt e konë po, krejt, beso. Edhe jashtë e konë po. Ta garantoj. Vesh një sekund. Te, mas pare, une asë që e kum pas vëmendjen të lëndërimi, asë nuk e di që ka ka fur. Masani, kur e ke marrë vesh, asë njës ke thonë. Asë nuk e di që ka ka fur. Hala nuk e di që ka ka fur. Lavanderi? Jo. Mjafton fakti që mu ka gjujt një farë mënyre. Po hala nuk e di që ka ka fur, beson. Nuk e din. E pse me lëndërimin nuk fletë pa di që ka fol, po me mu, pa e dëgju që shri dhe biseda zgjodha me fol. Unë erdha e të pyta që ka folt, e që shenisi të botë. Te tavolina. Po te tavolina më burë ju niva. Edhe më përzive mu. Edhe ditë lavanderi keni? Më përzive mu. A ditë keni lavanderi keni? Unë ajo më ka të thëmë bre burë. Nuk përziva. Në lavanderi. Unë përmena raportin. Unë përmena thjesht raportin. Qysh ti reagon kur është në lojë lëndrimi? Ose qysh reagon kur jam une, është gjë ndryshme. Për këtë arsye unë ty të them, ti e ke raportin më të afërt me lëndrimin, e mu nëse është rasti me më kundër përgjigj ose me pas diçka kundër, me thon diçka kundër, e ban pa mendu 2 sekonda. Edhe kjo është gjë shumë e vërtetë. Nëse lëndrimi gabon, ti nuk ja thu. Jo, asë që kjo s'është e vërtetë. Te lavanderia s'e ke thonë? Asë që kjo s'është e vërtetë. S'e ke thonë? Po te lavanderia është e vërtetë që s'kum fol kur me to për çatim. Normal, e di shumë. Kur nuk më ka rrjedhur mua biseksualit. Ke thonë për pjesën e biseksualit nuk e din ti bisedën ta me lëndrimin. Unë e di ato që kam pa jashtë kur jena kanë të tretë, ti ke thonë nuk po du. Po e ku jeni kun tretë, çre kjo ti nisan duhesh me kuptu. Ti nisan duhesh me kuptu. Unë çat ditë kum fol me ty, edhe ti e din shumë mirë çka të kum thonë. Jam kun 100% me ty, okay? Weird. Masanej, jam shku, e kum fol me lëndrimin vet, ti nuk jikon aty në fillim bisedës, edhe i kum thonë njëjtë lëndrimin. Në momentin që kjo është Eliona, që ti po thu, ti je ma i vërteti, që kjo është Eliona, në momentin që ti hinë në bisedë, unë e kum zbut. As nërsi te nuk ju kum gjujt ati, as nërsi ati ty. Unë e kum zbut, aje ka ditë shumë mirë që ka kum folën në para me ta, te e ki ditë shumë mirë. Për me thonë mendimin ta. Te e ki ditë shumë mirë. Kurse mu, nëse jam në fek, nëse kam 7 veta kundër ti gjuhesh. Te e ki ditë shumë mirë. Ato pas ke pas të vojnë me zbut për me thonë mendimin tanë për situatën. O vlla, ti si tu marrë vesh, unë nuk kum zbut. Unë e lëndrimit, ja kum thonë, që ashtu qyshe kum mënu njëjtë si ty, ja kum thonë, në momentin që erdhe edhe ti, e kum zbut që zdum një patu për lamar, vlla. A s'kisha mujtë edhe në moqu edhe me shti edhe me thonë vërta. Jo, ne kom zgjedh mënyrën me zgjedh sa ma bot. E ti, ajo është një... E pse që është sot në tavolini, a nisë me komentu kundër me eje, veç për fakti që unë shprej e përmenja emrin tonë. Veç një sekund, ti nërsi krejtve... Si ka mundësi që 100% herve, përveç 2 rasteve, shkon në favor të lëndrimit. Veç një sekund, ti nërsi krejtve, më përfshive mu, kanë përfshi ata, nuk jetu marrë vesh, mos fol për diçka që nuk e din Eliona.
t'lutem. Ti the, unë flas çka kumni. No, nuk më intereson. Mos fol për diçka që nuk. Po t'intereson, po çajo është arsyeja pse unë fola. Masi ty ka dhimbje atë shumë duhet më të interesuar edhe arsyeja pse fola. Se unë fola çka niva, unë niva Klodin, tu ju drejtu lëndrimit, edhe tu thonë ka shumë raste ku Eliona edhe ti e mbroni njëri tjetrin, edhe mdelni kundër mu. E din krejt. Është një shtëpi që e ka marrë vesh. A do me ta ka zuar syen? Ju kur nuk keni kop. Kur? Po, o Klod tasha na mu kop në zora? No, pas mendimet, edhe kura kanë arsyja me ba, nuk e keni ba. I kena zgjedh pa u kop. Unë gjuhen, unë mënyrën që qysh flasht e ka me lëndrimin në ndryshtë me ty. Jo, me mu e kanë pa kajt. E pa dhe Benita. Benita e nisi kështu. Tu i ngu komente tuja. Pa dul ftyra, shtefse tana. Benita tu knaq. Ti e knaqe. Ti e për mene Benita. Ti e për mene Benita bisedë. Ti e knaqe se ke zakon me për mene biseda që nuk takon Benita. Po. Nuk pat as një lidhje Benita në atë rast. Pik, lidhjet nuk pat. Isha tu ta sharu ty për hygerten e lëndrimin. Ti si ka blen me përfundu një sen... Po se pranoj Rena, si pranoj kur? E ku është Rena? Rena, sepse ti thaj që unë e përfshia Benitën ndoshta me shti. Ti e përfshive. Veç një sekund. Qysh muj unë me përfshi... O vla, emrin e saj nuk e përfshive, po ato si person posin, në momentit që dojnë, e ngritet i po mos ma luj mu pa fajshmin, o vla. Mos ma luj pa fajshmin. E se ka me dal, mos tanin, ka me dal e shojnë. Mos ma luj pa fajshmin. Ke me dal e shesh shumë mirë. Mos ma luj Kush e ka pa përfshi, fajshmin. unë e thash, Po para se me dal Benita. Para se me dal Benita thash, qa ka lidhje Benita. M'ke luk, vetëm ty të bojnë padrejtësi. Vetëm Eliona Binoka i ka pësu padrejtësi këtu mrena. Edhe kush e ban padrejtësit Klodi. Unë e thash, para se me dal Benita. E pse brevloj jetë qështu? Thash, para se me dal Benita. Thash, para se me dal Benita. Qa ka lidhje Benita këtu? Qa ka lidhje Benita në këtë bisedë? Thash, para se me dal Benita të thash. Qa ka lidhje Benita në këtë bisedë? Se ne ishim të folë për lëndrim Hygerta one. Isha tu të sharu qysh ka rrjedh. Ti që ka bone? Heq nuk e ke pas vëmendjen me dëgju të one. Interesi jëtë ka këtë qenë me orte one. E me folë për ato që ty Benita ti thati. Së është e vërtet. Ato ke bo. Pse jetu, qërë ku është pika ku në thomë të jetu hinë gjëna, se ti më njemu shumë mirë, edhe zgjedh me bu një padrejtësi, mas pari që 5 herë, je ka ma përmen një sanë që unë 3 herë ta kumë thonë, Klodi nuk e kumë pasë synimin aty, po së më kilon kur me përfundu, edhe prapë vazhdojnë të e bo, ajo folë për ty, edhe për vendimin ten, që ti nuk do me po drejten, as nuk do me kuptu realitetin ten, po do me kop që ashtu që shokat konvenon ty. Edhe hera e par, edhe e fundit, edhe hera e par, edhe e fundit, që ti më drejtohesh që ashtu, pa lidhje, pa ngur realitetin ten. E fundit, okej, a kuptove, edhe e fundit që ti vjen, që ti vjen edhe më thumu veç ty të bojnë. Hera e parë dhe fundit që ti mu më folë, më banë, po zoti qka je? A do me bashkë bisedu? Apo do me debatu, qka dush? Mësë më thuj mu ti, hera e parë dhe fundit. No, se do ma herë të thaj, mas kësaj biset, kur mos ka me folë me ty? Apo do në qashtu? Kapu, qu, edhe moje qëndrimin. Ti janë njëse, ti the më së folë mo. No, po tash më së folë mo, nëse s'do me mlanë me folë. Nëse s'do me mlanë me folë, e nëse nuk do me dëgju, më së më folë. Pse po me i drejtë sene? Pse ki qef mi drejtë sene? Unë i drejtë gjithmonë, Eliona, ti e gjithmonë drejtë. Unë ti baj pa drejtësi ty. Edhe pse ti më drejtosh mu, mu që kjo fakt më lëndon, ti këthesh, veç ti e pa fajshme, veç ti ty t'ka hi vet janë që ti e din shumë mirë se qëtu senë në lëndjon vërteta. Ti më rëmë mu që Klodi ti mi banë padrejtësit mu. Ti e din që, po se në momenti që ti... Edhe ma herë të më thaj, me pasken kishe pas punë ma mirë, prape për mene. Kjo i bjen që ti e konsideron veten ma mirë, ma nalt, ashtë fakt. Kontrollo ato që thu pra. Kontrolloj e gojen, për deri sa ti mund thu, i shekon ma mirë, në mënyrë indirekte je ty vlerësu veten, të më thotë që unë jam ma keq, që nuk i kam punë të mirë. Në raport me mu, o njëri, në raport me ty. Se ti ki qef, se ti ki qef rreth e rrotull dhe mi ra kodrave. Asni kodrë, veç realiteti, besom. Se këto gjithë gja ka rëndësi. Po për juve ka rëndësi, vetëm qka është pro për ju. Jo, edhe sjellja jote ka rëndësi. Sjellja jeme. Njëjtë, sjellja jeme. Sjellja jeme, diçka është. Une, apo më lem provla me full që dash. Gjithmonë të kthehen kundër. Gjithmonë.
e mësove edhe qëta. Hajtë se pe di kushta tha. Jo, jetë e bo. Edhe, po pe di kushta tha. Jetë e bo. More, s'kam nevojë në a menon që unë 27 vjeç kam nevojë më thonë dikush tjetër qysh me fol. Edhe, po përderisa vjen me fol me fjalë tjerëve, po. Edhe... A është realiteti? A debatova me lëndrimin e me ty sot? E, unë ja nisa debatin, a? Realisht për i tavolinë se ja nise? Jo. Ti? Jo. Me pas vlerësu mu si shok. Jo, asë edhe një grim. Me pas vlerësu mu si shok, si që thonë jo gjithmonë, i flasim na veç temat tona, ti aty unë gjithmonë jam prum i full vetë. Nërsy. Jo, s'ta la heq me qu qëta dhe në fond, se ti me vlerësu mu si shoqe, nuk më ndohesh, me mbu mu, bashkë me lëndrimin thu se po të kundërshtohem ty, unë edhe me gabuz zgjodha me fol me ty jashtë. Nërsy tjerve. Ti nuk zgjodhe me fol me mu jashtë, unë e erdha e fola me ty. Ti zgjodhe me përfshi tjerë. A tu përgjigja? Unë e deshta me tonë, që mu se më intereson, mendimi i tjerve, edhe erdha jo, edhe ma tha mu qashtu, edhe krejtë në regull, ty veç e din që ka kena fol. O, veç një sekund, lem të flasë. Lem të flasë e plasa. Po nuk e di që ka keni fol. Po ti kur si e kam blen me po që ka është e sinë, sa ti do me fol për Benitën, Eliona. Nuk është ty më interesu që ka fol ajo me ty. Okej, li, pro, hajtë, se s'po flasë mu. Se debati është për mu e lëndrimin. Vjen këto me më kazu që ke fol me Benitën. Së është ty më interesu? Hajtë, okej. Së është? Hajtë mo. Benita. Zot në ruj. Fol me mu. E pse e ka ki qef me ndrea thu se une, veç jem ka të flasë për Benitën. Kur të fola në ty për Benitën, Jashtë ma për mene. Kur të fola në ty për Benitën, hajt, fol. Fol. Fol, kur të fola në ty për Benitën. Jo, ti po ki qef me si e qashtu. Jo, se së është e vërtet hez. Mos rago qështu. E pse po ma... E pse po ki qef... Mos koj, së është në uja, okej? Ani bre, po mos ma përmen, mos ma bëth thu se unë në gjdo debat po ta përmen e Benitën. Po ti prapë më thashë, si ti që ka fola jo me mu. No, veç nëse kam, po ti si kam le me qunë fond. Jepi. Ti po thu. O, zot. Ti po thu. Njerës më tafrët pasha zotin sa jeni të ngarku mu, se keni idin. Po s'ka lidhje. Vazhdo. E, unë jem ka bëj me qif që... Qoj edhe në fund. Ti the, ti së mle jashtë me përfundu, okej? Pjesa ku unë e deshta me dojë... Okej, dhe po tash, a duhet një anis të kun? Ti më tha dul ftyva, ti më tha je shtef, s'ti ndër për edhe, veç një sekund. Mësë më thuj që s'lashone. Edhe ajo, mi tha që ato se anës unë të kalzova, ti tha unë s'di qka kina full. Jo, po të kalzova jashtë. Edhe në momentin, unë të kalzova mërë jashtë qka falën bërbur. E ti qëtu më tha unë nuk e di qka kini full. Ti nuk jam fake si Benita me të mbrojt. Jo, unë të thash. Edhe janë me full për ta. Po Kludi tash ti, a i kam bon bodon, mua jam bodon. Unë dola jashtë, edhe janë nisë më bërë të tërta, edhe të kalzova, thash, jo, ajo u drejtu se ti se nive, thash të ti ki full me lëndrimin, edhe unë nuk eshe mendimit që ti e ki di që ka kena full, thash e tha që njerës ma të offer, i dol, njëtin sa që e the ti që tash, do me thonë fjollën e Benitës, që njerës ma të offer, jon ka të kundërshtu më në plot, apeshe, edhe veç një sekund, asë një ofendim për meja. Asë një ofendim, asë keni me morë kur asë deni në fund. Asë një ofendim. Ju ofendoni. Kjo është diferenca. Edhe pëlqimet fake e se në vene. E unë i thash, ajo merdë mu, tha, Klodi, i thash, qka po do me thonë Benit, kur i kundërshtova? Edhe e tha qështu, ja argumentova, i thash, jo nuk është qashtu, tha, jo po, jo të e ditë shumë mirë se kjo është nominim, ti dush mja majt anën, i thash, tash ti unë më bu si ti, thash, edhe me ronë kundërshtim e vetën, mja majt anën për senet që unë dej sot, këmë thonë, ajo është ka bim, pëse së është nominim, a më nënë që del ti edhe ma bukur qashtu, a, ju valla i s'del ma bukur, po veç ka del ma fake. Edhe i thash, edhe asej, tash në këtë rast je fake. Veç i sikon, kush e mendon? Kur dul me nominim të premten, qka foli me lëndrimin të cepi divanit? Kush e mendon? Qa keni fol? Qa i ke thonë? Nuk jam të edit, veç si kanë ta foli dhe në fund edhe mas nej flasë, se unë kur nuk e ku menu qëta. A ke menu që jam rëzika jo? Kur? A ke fol diqka për nominim? Kur, Dolce edhe Benita, pasha zotin, Dolce edhe Benita e kom thonë. Oke, jam ty të pytë, sa Jo, të donë me e kush ta tha qëto vlo, se mu qëto sa në mboj nërvaz. E kush ta tha? Oj, qik. Po ti po më pytë, po kush ta ka thonë? A ju kam patu fol ju dyve, mas nominimit? Ishte pytje. E ti menove që na këna full. Sëdi, unë të pyta, nuk menove Eliona të pyta. Po ti e budal. Pyta, Eliona të pyta. No, mëse më përqa fa. Unë ta baj një pytje. Nëse unë ta baj një pytje, nuk do me thonë që dikosh është tu më thonë mu t'i qka. Naloni, logikoni pak. Edhe, si argument, mëse më kraso
as mos më përmend Beniten. Nëse ti do me dëgju, çysh rrjedhi debati sot, e do me ta sqaru, unë ta baj me shumë qejf. Po nëse për ty është argument me tregu që Benita. Po ti si kam lënë me fol. Eliona. Edhe sani që më lëndoj mu. Jam në nominim, ambron ti. Sani që më lëndoj mu, është që në momentit që më tha ajo, ti prej kuzhine u quve edhe the fake. Ty? Edhe ajo më tha mu, edhe ajo më drejtu mu, zdi që ka the, edhe the që a peshet se kjo vetë po ma aprovon. I thash që sështë qashtu. Edhe që ajo mu më lëndoj. Edhe le... Së folë heqë kur keshë në kuzhinë, ne? Okej, pra ajo qashtu e tha. Edhe që ajo mu... Une me Beniten asë nuk kam komuniku sot. Këta ajo pjesë. Asë nuk kam komuniku. Okej, ani të kërkoj falje. A peshet që shje. Mos i merë senet kur s'janë. Ti vetë po thu flasë me personin, drejt për drejt për me kuptu, pasu është e fjallë të Benitës me mu gjujtë mu. No, une nuk deshta me gjujtë. Une, që, argumenti ytë, që ti e vërtet, e që ti e të mbrojt mu, e Benita nuk është të mbrojt, sepse unë jam në minim, kisha ajo është të ba vetëm sepse sa për sy e faqe. Nuk mundet njëri me të mbrojt përsanet që dej sot ka kundërshtu, a jetë vetë fakti që ti e krahëson veten me Beniten nuk është argument. Argumenti ytë mundet me kënë, ti më tregon mu, pse mbron. Qërë, Klodi, e pse ti ki qef me si e thu se unë e pekrahësoj vete me Benita, e është njëra dytë edhe i pasha zotin, nuk është argument me thonë nuk jam si dikush. E në shoj beseden, nëse ti veç vazhdon me qëtë qasja, se ti je ka edhin shumë njërë se unë në qëtë pjesë, e kom shumë dopt, se ti e ka ma përmen, ti po thu, ti po ma përmen Benitën, ti po ma përmen qëto, ti e ka edhin shumë mirë ku i ka ma gjun, edhe edhin shumë mirë që kjo nuk është e drejt. Ti edhin shumë mirë se në shumë shpesh e mbyllu i gojnë teme. Unë jam i pari që të thotë gjithmonë mos fal për Benitën. Atë kam thonë gjithmonë. Po ik. Hajt, ti zgjidh debatin kështu, vazhdo. No, ti po ki qef ma shumë e mu ka për Benitën se mu ka për sene që i këna nërvet. A mundesh mos me fol për ta? A do me najt me fol, mos me fol për ta? Se ti ma shumë ki qef me fol për Eliona, një vështë persene një që e kime ta, a do me ta thonë një gjo? Oj, zot në ruj. Vete përfshin në bised, vjenem kapet mu. Benita. Mashtrusa, krejt mashtrusa. Oj, zot. Njerës ma të ofër t'i thonë fjatë ma të këshia, gjithmonë. Facts are facts. Mësë më nëmë shti, më kishe po ju shti konë. Lemra. Sa është fakt që nësë. Lutna, se ta përmena dhe Hygjertën për Hygjertën nuk ceve ti ki qef me debatu me mu për Benitën. Se nuk thash gjatë keqe, po veç një sekundë, unë edhe Hygjertën e përmena. Hygjerta ishte pjesë e debatit. Benita nuk ishte pjesë e debatit. Am kini të full me Benitën, ju. Atere, se po full. A po e shepra që po del ato që po du me thonë unë? Ju falloj, asë edhe një grim. Une fula njej. Eliona, lemra hatë, Klod, lemra hatë. A deshte me ditë për debatin tem? Une nuk jam ka dhu, mu përla me ty për një pjesë të ndishme, nuk du mu përla me ty për qka për... Që qka i të munu me ba? Jo te jetu munu me mu kap mu për qka për Benitën. Mu kishe jam të kap të pjesë e ndishme. Asë edhe një grim, ju valoj kur. Pasha zotin e malë po. Unë jom ka foli realitetin tem, asë nuk jom ka mununa, asë nuk jom ka qmununa. Së në nuk jom ka mënoj ma larkë, po jom ka mënoj drejt për drejt me ty. Unë zdi ka i kima te e ka mënush me mqit, te e ka mënush me mqit. Jo, vla. Une jom të desht me zgjedh një gjo që e kam rana vetës me ty. Qka je të desht me bote, nuk e di. Am pyte Eliona Binoka, jam pyte mu debatin tem që shridhi situata qka tek. Am pyte, po, pjesë ati debat ishim, une, lëndrimi, Hygjerta, pik, edhe Aurora që filloj me lëndrimin. S'keshte as një lidhe Benita. Kështu që, nëse unë ty të thëmë, mos ma përmend Benitën, se nuk ka lidhje me këtë situatë, sepse është kjo pikpamja jeme, ato që kam pa unë. E ti ndërlidhe me që folet ti me Benitën. Unë ndërlidha muhabet me ty, e ndërlidha muhabet me dy për me dojë prap të vetja. Edhe ti s'ma le mu që ato ti ma bune vijen, edhe ma le me kaq, edhe ma le tu se unë erdha për me të kalzu ti që ka folane me Benitën, se jo marrë dhune na herë njëtën teme me të debatin tem nuk më dëgjove. Për debatin tem nuk më dëgjove. Ja fillova me fol për bisedën tonë e para. Ke biseda edhe ndërlidha
edhe e ndërlidha për me dal prap të vetja. Po ti që ta me dal prap të vetja nuk ma le, po ma bu në vijë edhe vendose me bot madhe që ata, edhe vendose me marë që ata, si një mundësi, me këthy mua betë të thu se unë e erdha me të kalëdzu ty, që ka fola me Benite, se kur e kumbone që gjo, najher? No, kur e kumbone që gjo, najher? Jo, kur e kumbone që gjo, najher? Kur e kumbone që gjo, najher? Shumë mirë, di që ka pas raste që ke përmenë. Kalëzëm. Tash, po du qështo? Kalëzëm. Ndodhi sot, flasim sot. Se po fojt madhe, edhe në fund sen, edhe hiç s'po du me fol me ty. Okej. Edhe hiç. Jo, se m'vjen keq. Jo, asë dhe një grit. O, Klodi, unë kur jam gabim, ti me kun i zoti edhe me ma spjegu. Apo më nënë që jam gabim, spjego ma gabimit si njëri, edhe unë jam e fundit që nuk e kupton. Unë, si do mos unë e di ke qardhi për gabimet e mija, e din ti shumë mirë. Jo, a. Që qardhe që më kja akuzu, një muje gjysë që unë kam ba, loj me ty, i se ka nezoja me kërku falje. Unë më rëmë prime të këmë kërku falje që këmë bu më ndi keq. Për akuzin, që më kja akuzu që unë kam ba loj me ty. Që të këmë bu më ndi keq. Po, shtite konë problemi. O, Klod, më së më shtibre, vla, pse për ki qep me shtime ti përmen sene? Nuk, s'ke nevoj me përmen kur gjonë podcast. Po se, adin qysh, ti mundosh për një mem, je ka do me mbu më ndi keq. Thusë unë s'kom vlerësu të kur kor. debaton me dikam gjithmonë thot që do me të bë mundi keq. Sidomos me mu. Çdo herë debati përfundon, ti më thu mu, pse po do me bë mundi keq, pse po më prek pikën e dopt. Pse? Kur ta thash to sot? Pasha zotin edhe herë tjera më ke thonë, ti po do me prek. Që i ka do me mbu mundi keq. Pej pjesëve gjupave ma ke thonë. Po do preken pikë dopt, po do me bë mundi keq. Kjo është përgjigja jote nëse ti debaton. O, Klodi, se në qasja që shtim drejtosh, mu realisht o kam bën mundi keq. Ato fendova. Realisht o kam bën. Ti e kam kondërshton në çdo mendim edhe në çdo ndjesi që jam ka ta shprehur. Edhe kam mendimet e mia. Ajo është. Kam mendimet e mia. Okej, po vazhdoj. Po jam tu ndi keq, ajo është fakt. Atëherë je tu ndi ti keq, sepse unë kam mendimet që shkojnë në kundërshtim me mendimet e tua. Jo, as kjo s'është unë jam të mundu me të banë mundi keq ty. Jo, ti e kam akuzon për gjëra që nuk janë të vërteta, edhe nuk janë të vërteta. Ej, Klodi, veç në se kanë. A je ka mënosh me mbo budala, që ka o puna ju të vla? As pak, cila është akuza? Li, për një me, o kam duket vetja budal, nuk e di. Ato se di unë që duket vetja ty, e di ke punë tua, unë asë njerë asë nuk thash budalic, asë akuza nuk më duket që të hedha, unë e të thash, ti e mlyp e sëqarim për debatin tem të sëqaroj une. Nuk ke nevoj me më kazut ti, për debatin që unë e pata me lëndrimin e me hygerten. Kjo du të me kene qartë për ty. Nëse ti, ja fillon e më kazon mu, për pjesën që ka diskutut me Beniten që pasha zote së di, se që kam dhe gjusë, unë e pata vesht e sytë të lëndrimi, nuk mund është me më thonë mu, që unë e jam të ka vazhdojnë me të njëjtën gjë se unë deshta me dollë, unë e ndërlidha, krejt tjetër kun, e ndërlidha, në muhabet, unë e ndërlidha, qka the qëtash? Nëse mund ka dalë ftyra, që është pëthu ti, mu mos më falë. Unë e ndërlidha, thash kështë më thënë e sa më të rëndësishëm, unë e ndërlidha, në muhabet, edhe deshta me dalë të vetja. Po kush mësë me të folë, e ti e din shumë mirë që unë e vazhdoj me të folë, po shumë pali edhe je ka folë, atër mësë më falë mu. E qka tani mësë me të folë mu, e moj 2 ditë, qka? Të regonë që shdo gjanë që thunë nuk është të vërtet. Apoa, do më thonë gjdo gjë që unë e dej sot e kumë thonë nuk është e vërtet, pëse se ku mojt heshtjen me ty. Jam të të folë për qësat e Jo, pëse, burë, unë jam ka di shumë mirë ku je ka i gjumë të senë, se ti i me që mjaftushim, ti i aftë mjaftushim për mi ka. Po, është që i të folë, a më të thonë për flasim për sot. A të thash flasim për sot, për situatën sot. Klod, për një me kom, nuk e di vla, ti kesh, mu sa kam jem me kesh, për kundra zë. Normal se s'vjen me kesh, sepse unë jam të mundu me të ba mundi keq. Mendimi që ke për mu, që ke posë gjithmonë. Për cilin kërkon falje, po pas ta i rikëthen. Tash, a kum kërku falje, as kum kërku? Për qatë pjesë, po, ti edhe shumë mje për qatë s'ke kërku falje. Nuk e du, se me pas ndi e kishe ba më ti. Nuk është problemi aty. As nuk ka lidhe me situatën sot. Atëherë, ku është tash problemi jytë me mu? Po sidomos kërkim faljet mos i përmeni. Sa gjo e ligë
Ashtë me përmen kërkim faljet. O ju i denë se keni, sa gjo e ligë. Një shok... Kur e përmen unë e kërkim falje? Ti më thatë kam kërku falje. Kur ta thash? Tash atë kom kërku falje, asë kom kërku, se ti njëherë mu gjujtë të the, s'm ki kërku asë falje, qa që e ligë, do më thonë, që nësë kom kërku falje, që nësë kom kërku falje, okej, që nësë kom kërku falje, e tash, atë kom kërku falje, asë kom kërku, nëse përmena e kërkim falje. O tash për atë pjesën e akuzë që më ke bot që unë kam bo lojen me ty. Për atë pjesë. Po kush ta përmeni kërkim faljen, po du me ti tash? Po unë thjesht tash, s'ke kërku. Nuk përmena diqka. Ti the që dash, është gjoja ma e likë që mund është me bu me përmen kërkim faljen. Po, se kur ja falj dikuj diqka. A ta përmena kërkim faljen? Po ti e the atë kam kërku falje. O Klodi, a ta përmena unë i kërkim faljen, qëta se s'unë ka kuptoj që ka i ka full. Elioni, kur gjo si të thonë, edhe s'ka vlerë. Do shte me ditë debatin. S'ka vlerë më thuj, se vlerë ka gjithë shka që ka thot dikush. Jo, valla, për qaj i të thonë, ti që tash më vjen shumë keq, po nuk sti që ka më marrë me atë pjesë. Unë ti erdhe jashtë, ti shte sharim debati, fitova me ta kallëzu, ti e drejtove temen të bisedat që pate ti me Benitën. Jo, vla, ti mas pare e nive vetin ketë se unë së të mbrojta, ti the që unë jom dojnë prap... Kur tash së mbrojte? Që unë jom dojnë prap kunder teje. Kur tash së mbrojte? Unë tash komentove prej të vodinë që mu 3 herë më ki thonë. Po nuk më surprizon, nuk është diçka që më surprizon. Po të pakten, herë tjera, dhe gjo e kupto thelbin e bisedës, thelbin e debatit, pastaj gjuju sa dush. Sepse, që thuni fjallë në rësy tjerve, e keni bat gjithmonë. E unë e për një bised me Hygertën e më keni qujtë shok i keqë. Për një bised që kam pas me Hygertën. Mu, realisht më vjen shumë keqë se jetë ti aje që më ka përfshi në qatë bised. Okej? Cërë bised? Une, tu kunder përgjigja aty në momentin... Bised me Hygertën ke përfshi vetën për dhe sa ke shku të lëndrime i ka zukru dhe ka fol me Hygertën. Po qek, vlo, ti se dina qka jem të fol edhe veç fol. Veç më nënë që i din krejt edhe në fund zdinë sanë. Se une kesh të fol, o Klodi në prapë të thonë ti me ditë shumë, ti mas pari me mu ishe kun ma mirë. Ja, ti the ma herët sa i kishe po në punë tua ma mirë, kishe, më the. Me mu, i thash. The punë tua. I kishe pas punë. Asë njën nuk the me mu. Okej, pro me mu e po ta. Së di unë, te hera dy që e thu. E qka po menon ti për qka? Me paskani meqëm, i kishe pas punë ma mirë. O ta shem the, prap, me paskani meqëm, i kishe pas punë ma mirë me mu. E për qka? Kjo prap se prap i bjen në qpimi me në qurista me. Vallaj, se di vla, me ty s'ka mitë mësë me folë mu heqë, se ti për një me kokë shumë i nishëm. Nuk e di, realisht... Nishëm? Su prej kamera? Pi kap shë fjallë ti dalash krejt, edhe pi mershë shumë... Pi mënoj shë largë. Jo, si mënoj largë, për ty më tha, me keni meqëm, e kishe pas punë të mirë me mu. Pse unë si pas kam mirë punë me ty? Nuk e di, do më thonë. Pse? Se si e tu më kuptu, Klodi. Apo ndështë të sepse unë e qëmë gjithmonë në kam për me të mbroj ty. Për që ata si kam punë të mirë une? Sa shto dhe pa lidhe me ta përmen. E më vjen keq bile. E ndi vetën budal. Që pe ceki. A më unë ta thash, dalimi cili është mes me jeteja. Edhe prapë se prapë besëm, ka me vazhdu me i ba deri në fund. E për i qkafi du prej këti të qash prej mejet, ku kesh gabim une? Spjegoma si njëri vlosën po du me kuptu. Si njëri? Se edhe une muj me kun gabim. Ja ti, s'ka shans. Unë ti baj pa drejtësit ty, s'ka shans me kun gabim ti. E pse bre Klot e ki qasjen që shto pa lidhe, se kur që kjo Eliona, që ti po boshëm këtë rast si tjirë, që po më thujnë njëllore, se në vend, ti vet e din shumë mirë, se unë e kur nuk mendoj që unë jam 100% drejt. Për kundrazi, unë çdo bisedë që anisi, nuk jam kur 100% e sigur. E din ti shumë mirë. Mi pan pa drejtësit gjithmonë. Am the. Okej? E që ka full njëri në afekt emocioneve. Këtu dalim prap të pjesët që Klodi du të me ju kuptu juve gjithmonë. Me mu e ka full. Mirë, Klodi du të me të kuptu ty gjithmonë. Edhe pse ban gjithmonë, Eliona vazhdojnë të O Klodi, a je ka anin vetën drejt? A je ka anin vetën që në kumbo gabim? Spjegoma gabimin, nëse ti mundë... Ama më fakti që ti gjithmonë prapë se prapë zgjedh me më gjytë mu. Nëse ti... Kur gjyta? Duket bukur me më thamë në rësy krejtve dul ftyra, shtifs? Nëse ti mu... A duket e regull? Edhe ti mu ullë në rësy krejtve. Pse? Se ti më the, ti vjene në folë mu për Benitën, edhe ti po thu vetë që u knaqë, ajo te e ki knaqë, se ti ndërlidhe. Ajo u qudit,
Qysh mundet, Eliona? Jo ti the u knaq, tash au prej çudita larg u e knaq. kuptoj, ajo çudit qysh Eliona që të rinë ofër, s'ka nevojë as me fol. Ai ishte tu këshir çudi, dhe garant ka mendu, qysh Eliona po i thotë këtij dul fytyra ose shtefs, për çka? Kur shumë mirë din si ti si Benita, si ti si Benita e dini që asnjëherë unë nuk jam mundu me ju shti kunder, edhe nëse kam pas mundësinë. Asnjëherë. Në çat sekond. I vetmi moment që unë të kam bën ngacmim ty, ka qenë të xhupat, kur unë kam menduar që ju dyja jeni të çumi sepse keni nejt 4 ditë bashkë. Kur mos më shtini mu, unë e kam mundu me shti tjertë, po, ju dyja kur. Se s'kam pas nevoj. Veç një sekund, Klo, ti a u prejke prej meje, unë jam ka të pësi njëri, ku është gabimi jam si pas teje, prej qkafit u prejke ti si tu ma s'qaro ma vla dhe unë ta thom të amen. Nuk, unë s'po di pse me kap kalzom, ku jam ku nga bimone, ku momenti ku ti je shgënyua, je lëndua, je dëshprua, qka po di unë, prej meje. Kazaj, ton biseda këtu, një. 2, fakti që ti hine prej jashtu përzive një bised pa dit rrjedhen, as thelbin bisedës. E treta, kur jashtë, më the shtefs, më the dul ftyra, më the fmi, janë isë me bërtit, edhe e bane nërsy krejtve. E ti s'bërtita. E bane nërsy krejtve, unë të thash, u qova në kamet, thash, Aliona, po do me forë shkoj me të cepi. Thash. Ti e vazhdove, ma se në ju të përgjigja. A di pse të përgjigjem? Që si do që tjetë, për sa do që unë mundohem me pas biseden anash, nuk të lanë ty me mullë nërsy krejtve. Atëhere, veç një sekund. Pjesa apo? Te pjesa bisedës, nëse ti e shoqe mirë, kupton debatin tem, nuk vjen me më tregu më njëherë për pjesën tane. Se nuk ishte asnjë lidhje me debatit që unë isha të pas me Atash dola edhe shoqe e keqe, do më thonë, përveç se dola one fake, dola edhe shoqe e keqe. Fake s'tash asnjëherë. A thash fake? Ti ja aprovove labinotit mendimin. Është kompliment për e tha, kompliment. Jo, a i tha... Është ma i vërteti, dul ma i vërteti. Dul ma i vërteti, nër juve treve. Asnjë nuk tha nër juve treve. Dul ma i vërteti, nër kuj? Dul ma i vërteti. Në neve, po ti mos u Po jo mërë se debati sot e ka një përgjithshëm të tonë kanë pas debat. Kanë fol janë përzit e tonë sot, për që ta po tëmë ti si të kuptu që është ka rrjedh. I të fol për diçka që ti e ka në gjumë, kur ka ndollë. A i të kuptu? Qëre. Po s'mun është me ditë ti. Mos hajde ti me më kalzu. One po të flasë qka po di one. Atër pra dëgjo. Që unë të kalzoj sepse isha aty. Se apo duke që si unë ka në dëgjoja? Am pytet me ti kalzu pikat. Po. Pse po më të që thash fake ty? Pse të thash fake ty une? Kur të thash? Klodi, unë ta spjegova që thash, që mu më dog. Në momentin, edhe jo që mu dog, po që ashtu të nglan, në momentin që vjen kush, ani Labinot Regja, vjen, edhe thot, dul ma i vërteti, Klodi, edhe që është ti, edhe bërtet, edhe po jam ma i vërteti, Qka do më thonë, a i në nëzunin debat një vëdëve. Unë e konsideroj vetë. A i në nëzunin debat një vëdëve. Qysh në nëzune ti atje vendose me komentu nërsy krejtve. A i më keshi në ftyrë, edhe ti nërsy ti komentove. A i më keshi në ftyrë, para si me fol, a i më keshi në ftyrë, para si me ta thonë ty që ato, edhe ti veç ja aprovove. A e pat për mu, nuk e pat për ty me të botë ty kompliment, se te jaj që aj sot gjithë ditë negatu ka gju edhe të ku ka kapë në fetë tanën, nuk e ka thonë si kompliment për ty. A e pat te une, po ti e kapët si kompliment edhe u krënove edhe u qove, edhe veç ja aprovove mendimin për mu që e ka. Ti veç ja aprovove mendimin për mu që e ka. Se unë e fola. E ty pëse s'po të intereson që ishë unë e ikë mora? Pa fola, unë e fole ti. Pse s'po të intereson ty që ishë unë e i mora? Pa ta sharova. Pa a buna reagimin unë ati, unë. Pa ta sharova. Po mu si e kam blenë mu s'sharu, se ti po thu, unë e tu ta s'sharu ty anën teme, ti po thu, ty do të me të interesu ana jeme. Po mirë, po tash, lema edhe mu radhën dikur, se dhe unë... Po jo bre, Elion, se unë e ta sharova, ti pra po thu që unë thash fake. Unë s'thash që je fake. Që në raport në atëre, e konsideroj vetën të vërtet po, e konsideroj. Vjen keq. Për deri sa a i thot, shumë gjona si kam thonë për me rujtë shoqërinë ose se të kam pas shok. Qka i vjen kjo? Ti ke fshet gjona për me mbrojtë mu? Unë e kam nevoj për mbrojtën e lëndrimit? No, asaj, as ti. Plasni në ftyrë senet. Une, që kam pas me thonë, ja u kam thonë. Nëse kam zirë diqka mos me folë, prapë se prapë nuk e përmeni. No. Po vishë se kanë. Jemi ndryshe, besom. Shumë ndryshe. Po nërmaj se jena ndryshe. Shumë ndryshe. Ju duhet shumë kohë për më pësu me kanë shok të mirë. Qysh jam unë? Besom.
O Klodi, që une nuk muj me gabu, që une muj me gabu, edhe muj ka herë mu duk nashti e pa drejta na i sanë, muj, po që te po vjen edhe po më thumë mu që une jem shu që e keqe edhe kjo është shumë e pa drejta. Mu të thash mu bo si une, me vlerësu si une raportin. Për mu bu shok i mirë, po thumë. Qyshe konsideraj vetën? Asa, ajo s'është okej. Qyshe konsideraj vetën? Okej, po kërkush nuk ta shok i keq. Jam t'i dhonë vlerë vetës. Tu na neve. Ti shok i keq nuk asë njëherë. Për mu bu ju... Unë thash duhet kopre me mësu me kanë në raport shosnor, unë e konsideraj që unë e mendoj që jam kanë unë me ju dë, duhet ko. Me kuptu. Se asë njëherë nuk thonë që si një kanë shok të mirë. Por, që në raporte, në debatë, në gjana tjera, unë e konsideraj vetën që jam kanë maj mirë. Unë si shok, korë një jetë nuk isha qu, me i thonë lëndrimit, shumë gjana nuk i kam përmen për me trujt. Asë njëherë. Për kondrazi, i kam thonë, bashkë për faktin të raportit që unë ti kemi, kam me ti thonë gjanat e në ftyra o zdo të ngell hatri. Herën e parë që ja kam thonë një gjanë, ka ndryshu qasjen komplet. Prej që ka hi Aurora. Një gjanë, i kam lypë një sqarim, një pyetje ja kam ba. E ka ndryshu komplet raportin me mu. Edhe nuk asnjë nuk thash që mu ka largu, po ka ndryshu raporti. Edhe thot, shumë gjana s'ti kam përmen. No, a je shok i mirë? Po. Atëherë kur nuk del me thonë, nërsy krejtve shumë gjana nuk i kam thonë për me trujt. Jo, a i ka thonë... No, e di unë shumë i që a ki thonë se ma ka thonë 100 herë do të kur ti se kanë. Nëse ki diçka për mu, thuje. Nëse ti e shok i mirë, e me ndonë që ki diçka për mu, e nuk donë me thonë, nuk e përmen heq, nuk thu kur të kisha rujt. Okej? Po. Ate për mu kjo nuk është hiq e mirë. Në kuadrë shosnis. As me të gjujtë kur jenë debat me 6 persona. Që shka baj? Nuk ka lidhe me thonë të vërtetën ajo të vërtetën. Se më një kap mu për një biset që unë kam pas me Hygerten, që ka dal në prime, vetëm se ka dal. Për dyshe kërkush se kishë marrë vesh e kam folë. Vetëm me Hygerten, një herë për një gjatë tonën. E jeni më keni gjyku si shok. Të dy të keni ba. E kjo nuk është as pak në regull. Besam. Hiq. Ndër më thot, keni a kjo provimin e nevoj për provimin e tjerve, une. Po ta shrit që to, se... Kondër 7 vetave në lavandri jam kene s'ma ka një. As ka me mani kur. Okej, po të Klodi që ti... Kur s'ka me mani, beso. Veç një sekund. Kur. Okej, Klod, ti mas pare, unë nuk e di pse ti... E këtë pjesë ke pas kur nevoj me menu, se ke pas dikan gjithmonë ofër që a kanë për ty. Gjithmonë. S'ke pas kur nevoj as me menu atë pjesë. A del dikush me mbrojt mu. Kur s'ke pas nevoj. E unë as nuk e kam mendu, as nuk e kam prit. Ama që unë e kam lujt vetëm, e debatet e mija jam përbadhu vetëm, jam 100% i bindun. 100% i bindun. Se jam mësu. O Klod, mas pare unë shumë shpesh, për kondrazi, di me najtë dhe vetëm. Se në momentit që unë e përzina, unë e këtu mrena po gjikona, në radhë parë, në radhë dytë, unë e mendoj që debatet e tua, përderisa nuk janë banale, din mi zgjerë shumë mirë vetë, se je shumë i zgjurë, po thash, nuk kam prit kur me ndalë pro. Po ti din shumë mirë që une, ndërku apet janë pro teje. Unë shumë shpesh të ku mbrojt kur ti si kumpra. A i pave ftyrat e njerëzve kur janë nise me komentu për një tavolinë? Jo, nuk i pave, se unë e ty të shtyra, unë me ty e pate. Si pave. Ate më thonë, unë e abaj qefin tjerve. Po veç një sekund, po ti bre Klodi je i parë që më përmene. Ti i parë që më përmene. Për këti qka keq. Po keq, se për të mirë nuk më përmene. Se thash që mbrojnë njëri tjetërin. Që na mbrojnë njëri tjetërin edhe të kundërshtojmë ty. Po, kurse unë kam guximin me kundërshtu si cilin këtu mrena. Nëse shoh gabim. Ju dy nuk e keni ba njëri me tjetrin. Ose kura kanë arsye. Të ka akuzu më rem prime që ke ba loj me mu. O Klod, unë e kum zgjidh. E tha, pjesë tjetër që cek, i tha, e din shumë mirë, një gjatë tjetër që se kam cek. Vetëm ka akuzu të divanit që ti e ndi keq për shkak temin. Pse nuk ndërhyve aty? Po të tavolina po. Si pas këtë konvenon, si gjithmonë. Si që shtu jeni. Që shu konvenon. Ashtë fakt. Se di vlave që mu po vjen shumë keq që të pas në bu mu një që ashtu, se së është realisht që ashtu, do thënë që ti po mi cek. Bigo përfundan, jeta vazhdojnë bësëm. S'kam le me ju, s'kam me dek me ju.
Nësa shku me vazhdu raporti shoqërore, vazhdoj. Nuk ka lidhje. Ma kur diqka së është të regull, unë e flas. Po marrë parasysh sa mune me më gjuku mu, sa mune në fanë, sa tu me më vu kunder, mu nuk ma Po tip se... Nuk jam unë e i tip. As ka me kënë kur. O Klot, ti veç një sens pe kupton, ti po thu kur bëhet një padrejtësi unë e flas. Okej, po mirë, unë kur fola sot, a nuk mendon ti që mu ka duk që mua kam bëhet një padrejtësi momenti që ti ma përmen emrin, edhe thu lëndrimi edhe Eliona gjithmonë. E pse s'fole kur lëndrimi tha që unë ta kam shka këtu ty presionin? Bojnë bashk depresionin. Presionin. Tregon shumë edhe për ty. Kur e foli, soda? E ceki situatën, e tha, ti edhin shumë mirë. E i thash, për çka? Se tha, nuk e kam fol. Jo. E thash, e ke fol, se më ke akuzu, e në mënyrë drejt për drejt, të divani, e më ke thonë, ti e shkaktari i situatës e Elionës. Se Eliona është keq. Veç si sekund, qëto biseda që ti kam i thu mas pare, që e pas ke pa folë sot, unë nuk ju kum dëgju, se krejt bisedat nuk ja u kum gu sot. Okej, se po thu vetë, nuk i ke pas, pra. Orda? Kryet këthëm aty e ke pas. E para, e dyta, unë nuk e di çka të ka thonë ai ty te divani, po tim ki kallzu mu, te je prek, për asaj fali tim ki thonë mu, edhe unë të kom mbështet ty edhe të kom thonë jo, Klodi, mos e merr fal, lëndrimi ka shumë gabim, që unë e di shumë mirë situatën se ti je pas prek edhe më ki thonë mu që ai ka ja konfirmon mendimin Ludos. A u kun qashtu, a u kun qajo situatë? Unë jam kanë shkaktari i presionit, unë e të kam ushtru presion ty, natën, e dull edhe klipi, po e qka i thashun e lëndrimit? Po një sekund. Klodi, a përshet që je gabim? Jo, qëtu, aty kush është gabim lëndrimit? So mu me më qitë poshtë, drejt për drejt, se kamerat janë edhe ditë, s'është vetëm prajmi. Po normal, qëtu është gabim lëndrimi. Që unë ty të kam shkaktu presion, e të kam shkaktu një gjendje. Kur dull edhe klipi, i situatë, thashun e lëndrimit e më prajmi. Në qatë situatë, është gabim lëndrimi, a mo që dash që i kam apërmen një gabim ti, se unë lëndrimit, unë nuk flasë për lëndrimin, unë jam ka foli për veti, po pëse nuk dërhyn ti? Po veç si se kanë, po pret pra, unë e di shumë mirë që të bisedën, unë e di që unë ju kom drejtu lëndrimit, edhe i kom thonë një shumë gabim, edhe duhet me të ardhë keq, edhe i kom thonë... Qka i kom thonë në lëndrimit? Së dione, së nuk di bisedën. Qka i kom thonë në lëndrimit? A i ka thonë që Eliona më ka thonë titër gjamu. Unë i kom thonë lëndrimit që nuk banë, mi alon fajn Kludit, tash ajo nuk është e drejt, mi drejtu një njërit me gishtë dhe me thonë ti e shkaktuar, tash edhe debatin që e kina pas u ku një ashpër, po u ku një ashpër se une i kum thonë Kludit i qka që e ka prejk realisht, unë i unë kun fajtore e reagimit ti, une që aty ja kum lon fajn vetës, tash edhe që ka thonë Ludo e ka egzageru në maksimum, tash, se as nuk u ardhë me mu gjumi kry, as nuk u ardhë me bu presion, as nuk u konë që ashtu që shte thaj me rutullu sinxerin, që të sendo nuk janë të vërteta, thash po prek për një me u prek. Thash edhe unë diva shumë keq. Thash se unë i shkaktua qatë reagim. Unë i kesh fajtuar në qatë rast. Kështu që mësë ma bë pa drejt Klot, se ti e din shumë mirë, se për një me... Po prapa i vazhdojnë ma ti di. Se për një me, jom di keq. E tash në këtë rast, a ka ma shumë rëndësi e pesh mendimi i lëndrimit ose mendimi jam? Faktit që ti nuk ndërhyn kur folet ajo teme, ti e pjesë e temë, se dashtu i banë o Klot, unë nuk pasha zotin, unë që të biset që aty të divani që dash, në debatën e ju asë që e kumni, asë që e di që e keni cek qëtë pjesë. Nuk e di, unë ndërkuesha edhe njerë të full me Ludon, njerë më fulli Suanita, njerë më fulli Benita. Edhe mu po i përbaloj, e më në make-up tëna. Okej, po ti je i me aftushëm në ashtë i make-up, po unë për një me që kjo më pas ka ikë. Okej, se ti din, shumë mirë për një me kom që nuk, nëse diqka është shumë e pa drejt, valoj unë e fulli, pasha zotin po, edhe që kjo nuk është e drejt, edhe e din ti shumë mirë mendimin ta. Hera par që kam patu reagu ty e lëndrimit ka qenë thjesht për sulmin që ka bala bino të regja për qishtin e feste one. Hera par që kam patu përzi. Po nuk e lypi, nuk e pretendoj. Përgjigja jame ishte për banorët... Po ti edhe nuk e lyp edhe i dhnuash kur të Jo, po nuk jam të lyp. Unë jam të qaru se tonë debati rrjedh dhe prej aty, prej akus që ju bat reshit për shishi, kishe mbrojmë njëri tjetën. Jo, thash. Une kam pas debate me gjithë kanë këtu mrena. Ata dy s'kan pas debate, kështu që nëse doni me thonë, kap në aty në dyve. Jo mu, për diri sa une kam pas debate me ty, debate me lëndrimin. Kur kam pas diçka me ja thonë, ja kam thonë. Kam gabu, edhe nëse kam gabu, besëm, ma shumë vlerësohet dikush që e ka një mendime e thot e gabon,
se sa dikush që vetëm zgjedh heshtjen. Shumë kam u vlerësu ma shumë. Se unë prapë e shprehi një mendim, e arsyetoj mendimin tem pse kam rrjedh deri në atë pikë. Nëse jam gabim, le të gjykojnë publiku. Të paktën jam keni jaftë me shpreh diçka rreth situatave, pa mojt favor. Ju dy keni mojt. Nuk doni me pranu. Po për shkak të raportit, ju dy keni mojt. Unë nuk e di pse ju pritni diçysh me debatune me to kur se më japet për vëllai, unë se di pse me lëndrimin i zgjedhësh sallat shumë më me lehtësi, edhe shumë me butësi, edhe shumë shpejt kuptohem, edhe kur e kena një keq kuptim, nuk ka rrjedh dhe në debat. Unë e kam shumë shoqe, e kam zgjedh mos me debatu me ta. E thash ti me mu, pse ke ba pra? Me që do mu pas ke shok. Do mas pari, ti vetë ki thonë që ti e ki kundërshtarin më të madhe lëndrimin. Jo e shenje veten, një tjetërin si kundërshtar ku me di që unë nuk... Dajtë në Covid e kam respektu. Unë ju shoh... Sa do që janë mundu me më thonë mu që unë kam folë në Percepa, a i ka folë me Aurorën, ka folë me tys disa herë, nërsy krejtve shumë herë. Shumë herë. E unë nuk e baj. Unë atë gjonë nuk e baj. Ajo është prapë unë e kam medalë për i bigut. Unë mund e medalë, edhe si jo fitus. Po unë atë gjonë nuk e baj. Se mu më ka rrit një babë një nane, i kam unë e do vlela. Cilave unë ju rrim rapa. E mu për një bised me hygertën e më keni një nër gjonat më shëmtume që keni ba. Me më gjyku për bisedën që kam pas me hygertën. E prapë se prapë i kam kërku faljen nëse u shëndi keq. E që ka bani a i sot në sykrede, u që me përmen kërkim faljen. Besëm, kjo nuk është as pak e rregull. Tjetër gjatë që nuk është në rregull, me përmen kërkim faljen, që ta ka ba dikush, sepse ti e ndi keq, unë e kam kërku faljen që ti e ndi keq, e sot jetu ma përmen në sykrejtve. Kjo të rgonë që ti jetu lujt 100% e nuk ka pikë shëqnijet. Pikë shëqnijet. Jo, në mendoj që tu je gabim. Aj? Po. Për diri sa i banë të gjona? E jam gabim mone? Të me thonë që nuk ka pikë shëqnije, po është veç luaj. Jo, na jena shok. Okej. Shëqnija vazhdojnë jashtë. Ma në këtë moment, aja është 100% lojtar, e banë gjdo gjo për me ngrit vetën në altë, edhe nëse e ullë mu. Ashtu e dëshmu. Unë e këto se jam të e bo. Kasha vetë me fuj pi bjena pet pja mojonë, për nëse me ndoj ashtu. I don't mind. Pasha zotin vëndë se mbahet. Që jam ani anë njëri tjetrit. Se s'ka ndodhë një herë. Ka ndodhë me shumë raste, nuk e më prek ma. Hiq. As nuk e pretendoj. Thjesht, ju tha shtirëve, mos më fut një mund të jejtin thes. Për deri sa unë e kam pas debate me se cilin, e kur kam pa diçka gabim, me kam thonë. Si do që ti të mu më dulë ftyra, edhe jam shtifës. Qëndrojmë të këta. Edhe maje qëndrimin. Maje dhe ti pra. Unë maje nuk të fendu pas njërë. Ty edhe s'vjen zërë me majtë. Ati që vjen edhe ma përmen qëndrimin tem që nuk pritë të në që i pas nga full dhe i sot, jam kun fake pëse se s'ku majtë qëndrim dhe i tijel. Edhe ajo shumë dikësi. Majtë qëndrim për këtë fjallë që the. Se s'the që mu më dulë ftyra. Dulë ftyra mu për qka, sepse tash mos e përmend situatën më qafëllët me Beniten, që s'kishte lidhë me sqarimin. Jo, po tis, asë dhe njëherë nuk kam le me ta sqaru që pjesë, unë e po të tharë. Sqaru e se po të më dalë jashtë, vazhdo. Se edhe ma herë ta sqaru e jo the të flasin për këta. Vazhdo, po të dëgjoj, besëm. Ti po më ndonë që unë i keni besede sa qysh. Thjesht tash edhe ma herë të tha, jo, po diskuto këta se të duk të me rëndësishme. Tash herë momenti, sqaru e shka po të me thonë për atë pjesë. Ti, mas pari, mu më doke në qatë moment, edhe realisht për ta thonë, që ti e kish shfrydzu qatë moment edhe ju drejtove asaj, se ti ju drejtove asaj, ti po thune e këqyre, po ti e këqyre, edhe ngritë e zonin, ekstra për me një ajo, mu doke që je ka shfrydzon mundësin, për çka për me ma kundërvu mu ato, se ti edhin shumë i sa ajo nuk pretonë, okej? Edhe për një me që aty u prejka, se mu doke shumë e ronë, pëse ti me shfrydzu që të besit që e komone me ty, për çka për me ma kundërvu mu ato. Edhe ndashti edhe unë e kum reagu... Veç një sekund. Kur e kam bo para edhe ndashti unë e kum reagu shumë... Shumë ashpër atë çka po di unë, po për një me jom prejkë që aty. Edhe kjo të regon për vlerat e mjë, besëm. Mos mi u vu kunder. O vëlla, nuk o ka të prej kërkush në vlera, as nuk o ka ti kunder vënd dikush vlerat, se mes me pas ti vlera. Kur e kum bo?
Ta që unë jam shtefë, se dhe që më dur ftyra. Se mës me pas si vlera, a mendon ti që në rrim me një njëri që s'ka vlera? Jo, pra. Edhe, unë po të spjegoj ti ndaq me kuptu, mës ndaq më se kupta. It's so okay. Që ndashta unë kum reagu shumë ashpër, po kum reagu. Edhe që në rjedhën e bisedës që e patim qëtash, më bune për një me, nuk e di, shtifës është, dojnë ftyra është shumë e ronë. S'ka lidhe. Okay? Ma besëm, s'ta fali. Pa ti më se ma falë, it's okay, unë po ta flasë temën. Ti s'ki nevoj me ma falë. Se jemi një pikë të lojsko për mu, çdo gjatë që thuhet, jeni shumë të vetëdijshëm se cili çka jeni tu bë, çka jeni tu fol. E çush jeni tu lut. Krejt. Se di, kam qef me pa qatë s'kin edhe një herë. Unë e jo. Vjen marrë me pa edhe një herë. Mu për veten. Se situata ke ndryshë, nuk e qysh e sqarove ti. Ti janë ishte me fol për besëm, unë e di shumë më mirë se ti Benita kur ka dalë prej derës. E ti, unë kur thash ty, mos fol për çfarë ka lidhe Benita këtu të thash, në bisedë, Benita as nuk ka pa dalë jashtë alo. Okej, e kur u dalë jashtë? Une e kam këshy, edhe ti më the që ti e ngritë zonin ekstra për me dëgjua, jo, nuk është as pak e vërtet, se prej fillimit ti më the, pse po nxehesh, pse po ban debat, pse po ngrit zonin. Hala po fillu me të folun për lëndrim Klod Gjerta. Ti e shfrytzu, a din çka është dallimi mes meje dhe ti? A din çka është dallimi mes meje dhe ti? Që ti din me nxjerr veten. O ja ti din me nxjerr veten për çdo situatë. Unë po të kallzoj kur tash situatën kemi rapizon, kemi ra prapë fjalë tua si shumë herë me mua. Se unë e flas realitetin edhe mua nuk më vjen keq edhe me pranu të keqen, po edhe me pranu të mirën. Okej? E që unë kam mira pëshman për dosenë, po edhe ti njëjtë ki mira pëshman për dosenë, se pa gabime si jena asë njërë. Në, të është për bisedat. Kështu që... Për bisedat. Klutna, lem të amaj qëndrimin, pra, ma si ti s'po më len asë mos qaru për atë pjesë. A dhe më thamë qatë tjetër? Unë të thash, qëllime jam, unë të thash unë e kum reagu shumë ashpër, po kum reagu. Qëllime është me qitë ti vetën mirë, edhe nëse du të një kundërvu Klodit, edhe parësia. Qërë, veç një sekund, ti në gjdo sekund, në gjdo moment, donë me dalë të pjesë ti donë me qitë... Ti me mbrojt vetën si kur unë e kështu sulmu ty, kur realisht unë pata debat me lëndrimin. O Klod, prit veç një sekund se ma qove edhe dhimtën e krejs. Ti po thu... S'kam qka me të ba. Ti po thu... Për nërma se s'ki qka me ba. Ti po thu që qëllimi jam edhe nuk është tjera apar që po ma thu, ti gjithmonë e ki hallin, qysh po të nxerë unë ty, unë po të nxerë keq. Jo, mëne ti me mbrojt vetën jam të thonë në këtë rast. Ty ta tha dhe jo ti the, me nxerë më keq edhe me mbrojt vetën, edhe pse nuk i pse me mbrojt vetën. Unë të thash, qëllimi jot është... me të nxerë ty keq. Nuk është i vetë një qëllim që të mena. Mos mi të radh fjallë. Unë të thash, ti do me mbrojt vetën, edhe nëse kjo do me thonë, me më kondër përgjigj mu, në një moment, në cilin ti nuk je heq pjesë e debatit, ti prap se prap e ban. O Klod, ti mu 2 muaj rresht, Jami nuk ishte sërë, unë isha të debatu me lëndrimin. Ti mu 2 muaj rresht, më ki thonë, ti më ki nxerë keq, ti më ki nxerë keq, ti më ki nxerë keq, të pjesë e gjupave. Të pjesë e gjupave, që për mua e reagimi jëtë ka qenë skandal. E qëllin gojen, opinionistat nuk e di cila ke, edhe ta tha nuk të ka nxerë keq, ti jaj. Ti mërim ke thonë mu që të kam prish imazhin. Unë të kam prish imazhin e më kja kuzu. E prap kam vazhdu me nejt me ty. Edhe pse ti më ke thonë që unë ta kam prish imazhin. Që u dalim prime edhe e ka sqaru atë pjesë, okej? Edhe unë nuk mendoj që dikush e merr për bazë ato që ti ma ki prish imazhin, se gjithë kush e din që nuk mundet me ta prish dikush tjetër, po krejt ja prishim vetës në këtë rast këtu mrena. Okej? Edhe ti... Një për që me ke bo katastrofë. Jo ma keni bu katastrofë, vla. Jo ma keni bu katastrofë. Atë kujtojnë fjallë të mirë në prime, herën e parë që ka dalë. It's not a big deal, mos tanim. Për një pëlqim, s'ka kur gjatë keqe. Okej, faleminderit. Ti ke një overthinking, ke vazhdu, ke bisedu me njërës tjerë, më sa një prej që tu u bo shumë me mënde. Shumë mirë edhin. Edhe nëse është njërë që më në me i rujta, gjo. One, të ti, gjithmonë. Edhe jam shumë falenderuse. Gjithmonë. Jam shumë falenderuse. Jam më në me i rujt, edhe kur se ku më të mbrojt, edhe kam ba gjithmonë, edhe besëm, kur si bi pishman. Kur se ku më hu, ti qka po do me ma thomu me qëtë sanë, se kur qëtë sanë që i kam i përmen, se sështë qëllimi gjithmonë me dalë dikon. Kur si ku më hu, as nuk ti kom kundërvu, as unë për kundra zi, jom shumë mirë njose. Kur? Për mbrojtjen tane, mbrojtjen tane nuk e ku më hu. Një mu i rresht, që kam ke thonë? Ta në bisedat që kanë dalin prajmë, që kanë qenë? Po qka? Se dina? Për pëlqimin. Debatit kotit. Ti mu mban mundimi keq, ti më ke preken pika dopta, ti nuk e mbron, unë e pres mbrojtje prej teje, ti njëri ma jafër, dërko njëri ma jafër të shlëndrimin. Si pas teje, veç një sekundë, si pas teje, unë ty
pas na kundërvu, ti po thu që one ty, mas pari kretë vlerë, kretë mirë që i ki but i kum hedhë për toke. Vallaj, ke thonë shumë fjallë trana ti. Shumë fjallë trana më ke thonë gjatë bikut, besëm. Klodi, une veç një sekund, që une ta kum thonë 101.000 herë dhe nuk po di pse nuk, une e kuptoj që ti nuk i kuptim për qëtë situatë, pa une po të thëmë që nuk është as e letë për mu, une e kuptoj që së është as e letë për ty, unë jam për, mu nuk më ka ndodhë në herë vla që si momente, që si situata. Edhe jom ka munduna me menagju mas mire. Edhe lunë me pjesë. Në mënyrë, orna? E kur kum lujt? Kur kum lujt? Jo s'pedi. Klodi, kur kum lujt? Ma thuj. Jo, s'po thonë që ke ba luj. Jo, ti po thu edhe lunë me atë pjesë. Nëse ajo pjesë është ndishme për ty, do gjona nuk i banë. E cilat gjona? Cilat gjona? Jo s'pedi valaj. Po falj. Cilat gjona? S'po du me vazhdo këtë gjona. Jo, cilat gjona? Jo, se me qëto se anë ti mundosh me mëzjerë mu keq. Thu se une po bëj diçka tinza. Thu se une po bëj diçka po fale. Po fale. Unë jam të të thonë, do fjallë, do vepra, në rast të caktume. Okej, cilat fjallë, cilat vepra? S'po du me i cekë. Jo, ceki. Se kur i hin valës, përfundu. Ceki, cilat fjallë, cilat vepra? O se më të tonë kur gjallë lidhje mu me ty. Jo të the. Jo se unë të fola për pjesën tonë, unë të fola për raportin tonë, edhe në qatë moment zgjedh ti me thonë, po se ti edhe lunë në atë pjesë, edhe ti më thu mu e din shumë mirë ku lunë, jo në spedi ku lunë në atë pjesë. Se ban të hajgare, pra për shamu të pëlqimi? Cilat hajgare, burre gru? A ken, jo bre, s'ka lidha ato. Cilat hajgare? A je kon 4 ditë shoqe me Benitën, keni najt ofer? A pet qëto je ka ma përmen, do me thonë, ti je vet aj, që sanët që ti s'qaron njëri, po edhe, hajde ta këqymë ku po do me dojë, s'po kapna qëto, hajde, po edhe, kur ku mbo hajgare, vlot? Keni qesh, bre. Ku ku mbo hajgare? Për ty kena kesh? Kush ta ka thonë ty këto? Se është e 100.000 herë që i ka ma thu. Keni bo hajgare, Cilat hajgare i kena bo? Po tash si maj me në sakme, po s'ashtë që ka aqë Klodi bre, lidhje. se i ka ma thu shumë shpesh, edhe shumë shpesh kum zgjedh mes mu përgjit, a mos është e vërtit. Nuk thash që ke lujt me ndjenja. E në qka kum lujt? Amo. Në hajgare? Ke bo hajgare bre dhe ti? Mas Ama momentit që kam ba hajgare, tim ke qitë mu si kur unë jam ty dosh me të ba mundi ke qëty. Qëfar lojet hajgare pas në buone? Se nuk është, jo, valoj, pasha zoti nuk është tjera, po... Vetë nga ka thane opin e njësë që bëllë, shumë kështu që... Te kjo pjesë nuk besoj që do të e folë. Pse pi henti, të më akuzumë... Jo, unë të thash, unë dishta me dojë kretë që tërkun e ti prapë, zgjedhe me thonë që unë e po luj. Edhe nuk është okej as edhe një grim. A je mirë me vetën ti? Jo, nuk jam të ndi mirë, për deri sa ti më thu mu që në puluj, kur unë ku mjep gjithë shka për me ta dëshmu ty, edhe pse nuk është detyra jamja, që nuk jam të luj. Sashme, që nuk besojt ajo pjesë jam të thonë për ti tërsen komplet. Edhe... Për dje jam të thonë. E qka dje? Biseda që erdhe me pasë mu atë për shambull. Cilën bised? Ja nisë me ngacmu. Ku të ngacmuva? Kur keshtu ba palaqinë. Në kuzhinë. Okej, ktheu pra. Po jo, se kur i bajmë ngacmime ti me si provokime për me të bërë ty mundi keq, për me bërë debat, për me nëzirë vetën mirë. Këto janë gjithmonë akuzat tua. Për me nëzirë vetën mirë. Po ti më thumë mu. Klodi, veç një sekund. Jo, ti më thumë që unë du me nëzirë vetën. Unë veç një sekund. Unë çfarë do lloj bisede me ty kam, gjoja e fundit që e menoj është qysh dalë. Se me menu në shumë dalë, se qysh dalë me ty s'fuli hiq me ty. Që ma thu mu, oj qik, zgjohun nga gjumit, thash që ma thu mu. Kishe, unë e du me nëzirë vetën mirë, unë e di me nëzirë vetën gjithmonë në çdo situatë. Këto të thash. Jo që ti dje ke menu me nëzirë vetën mirë. Nuk është me nëzirë mirë, po me nëzirë për situate. Okej? Është janë dy dallime. Edhe... Me nëzirë vetën për situatë si bjen me dalë mirë. O vlla qërbre, ti po ma humb topin, unë e kesh të foj krejt diçka tjetër, ti më ndërlidhesh në muhabete koti, edhe zgjedh me foj diçka pa lidhje. Flasim për çka ka ndodhur sot, se për raportin tonë publiku s'ton me dëshmë. Edhe unë jam të desh me thonë që edhe unë në do situata ose edhe në shumë situata, kum reagu shumë me emocione, ose kum reagu jo që shumë e kisha pas qef me reagu, edhe jo që kisha reagu me tjetër kanë, okej? Pse se, kur ma thu ti më një fjallë, më vjen 10 herë ma rëndë se kur ma thot dikush tjetër. Për ty jam Facebooksit. No, asë kjo s'është e vërtet, Klodi. Pse po, do me thonë, veç një sekund, ti po donë me, jo s'pe thëmë, ama nuk është e vërtet, asë kjo. Po ti, mënyra që shprazësh të kone, edhe që mu më vjen shumë maron kur ti më thu diçka. Sepse nëse ti konsideron që unë jam personi me cilin ti mund është mu shfry, nga një në onë prapë se prapë ashtë edhe gjoj mirë. Okay, this is crazy. Ashtë edhe gjoj mirë, mëre? Kjo është tani, kjo kam jep viktimizim vibes. Që ka lidhe viktimizimi? Nëse ti, unë jam thes buksi për ty, kur
Veç një sekundë. Unë jam të thonë, ti për raportin që keti me mu, shpesh herë, unë besoj që me shumë njerëz këtu je kontrolu, nuk e ke shpraz 100% qysh je ndi, po te unë e ke ban 1000%. Po se e kum di vetën me bu, se me ty... Po sa sem të thonë, ama që realisht, me mu, e ke pas qasjen, ma ta është për fjallët, ma ta është për tane i ke pas. Do shta për shkak ndisive. Po sem të thonë që je tu gabu. është shumë zorë, po jam tu gabu, për deri sa të këmbu mundi keq, është gabim, së unë nuk, synimi jam nuk u kun asë herë me të bu që mundi keq. Edhe plus, unë të këmë thonë, nuk këmë vjen shumë keq, unë të këmë bu mundi si thës boksi. O, me pasdosh me ndalua, edhe nuk është taj qëllimi jam kur. Unë e thjesht, prapë se prapë besom e kam lërësu teper raporti shoqëror me ty. Besom. Edhe jo vetëm raporti shoqëror, po gjithmonë kam thonë, jo nuk konsideroj si fëmijë, ama që konsideroj me të mbrojt e me të dhanë mbështetje emocionale po, e kam bërë prej fillimit e kam e bërë deri në fund. Po marrë parasysh ofendimet që ti mi thu. Besëm. Po Klodi, mja njësa shtu edhe tim kjo ofendu. Ti e banë edhe sot. Thu zdu luft me ty, por realisht ti përfundojnë në luft me mu. Unë po të thamë që qajo pjesë, Klod, është shumë e ndishme edhe në momentin, që unë nuk e di do me thamë. Unë asë njëherë ti e nëzore. Unë e thash bile qa ka, gjaja parë që thash, si që për mene, thash, qa ka lidhje Benita, se unë nuk du me fol për Benitën me ty. Hiq. Po, asë unë s'deshta me fol me ty për Benitën, po për vete, po ndar lidha me Benitën. Te e bune, veç një sekund. Këto se kuptoj, unë e deshta me ty, am lype sëqarin për debatin me lëndrimin e në ljonë. Qa ke lidhje qa fole ti? Klo, te e bune Benitën, në këtë ras matë keqë se që u konë, se unë e deshta me përmen. Për me ndërlidh dhe kun tjetër, edhe me dalë të, nuk e di sa jetu kuptu, për me dalë të vetja, që shë kësha bo edhe me dikon tjetër, nëse veç dikush tjetër kështë thonë dhe qka për me ndërlidh në muhabetin me mu e ty, e te nuk më las me bu qatë ndërlidhe, po me njëherë ma ka për fyp, pëse po ma përmen Benitën. Po mi ma do, po ta shubun e ti me mbrojt Benitën prej meja, qysh, atë buna une, a mos fula najsan, gabim, une deshta me ndërlidh të une. Po jo, bre Klodi, se unë jam të të full për... No, please. Jo, se as ti së mlemë... Jo, qëta jo, se përndaj, lutem më shumë. Jo, pasha zotin nuk e toleraj. Jo. Shumë keq, nuk e toleraj. Po pëse ku është gabimi këtu? Unë jem këtë... Po ani, spjego ma gabimin. S'po du ma. Po jo. Ashtë të ndim kryt, seriosisht. Ani, edhe mua është të ndim kryt, e vetë një gjatë që po du me thonë, është okej, në ashtë unë për një me u konë shumë e ronë, që ka të këmë thonë jashtë, okej? Okej. Seriosisht e konë. S'ki nevoj me ma fajt, se ti the... Beson, thjesht nuk e vren. Kam thonë gjithmonë, kontrollo që ka të qëtë goja. Se nuk e sheh. Unë qëkaj? Jo, se ti thesë po ta fali. S'ta fali. Qëta jo. Që më thetë ka dalë ftyra i shtifës, jo, se nuk e kam bërë. O Klot, në qatë rast, për një me kam, mu ki duk fiksi shtifë, se e kum pa, për një me, ti e ki ngritë zonin, edhe ju ki drejtu asaj, edhe këto, unë po ta spjegoj... O, më lodhë këshyra, ne i këshyrë kënej, o, zota, më qëroni më resyt. Kap në te lëndrimi që rënë mi zytë që mos këshyri tjetër ka. O të thofë goja. Po jo se realisht ju po thoni këshyrit ne këshyra nej, a fola... Jënë të hargjume me ato. Unë më thu, fole me mu këshyra nej, o vla, sytë e mi shkojnë ka dunë. Kam se me ju dhonë, unë e arsoj juve pëse këshyria nej e kënej. A doni me pas kontrol edhe ka këshyri? Se dhja e po, a është kjo gjonë regull, mendime me kanë i njëroj. Ani dhe na lutash. Qyrë me përzit tjertë, ecë pasha të zotë. E tash, dhe që tash falen për qka për ecë pasha të zotë, dhe që tash e lodha gojen për që qasja. Ecë pasha të zotë. Tash s'ta falje, Ljunë, nuk më interesant. Ani mos ma falë, do me thonë edhe respektin ti tash. Edhe këtë nuk është shantaj emocional, nuk është ishte respekt e s'kur qa. Amon, këtë pikë lojes, unë se dhja qka do me thonë fjalla shantaj emocional. Thjesht, po t'ka zaj, që për mua është diqka që nuk është në regull, heq. Allaj se di. A jo për natë? Një ka gjithë vetë në re. Një natë e bojnë mu gjurë, mu rejë, pa u lëngu me jaseka. Një natë e bojnë me unjek në përsovë. Një natë ka zonë visa, e bojnë odën, në i kauç. Në organizem. Ka moment, ajo më ra, i keni gjanat kjarë. A me një cigarë, Londre? Ajo më ra më shqit po, më ndodhë rasisht. Ato edhe me gas mund është në aranjë. Gjanat tila nuk aranjojnë.
Jo, sa e piva ma herët, vallaj. Është se të me të bosh një. Qupro. Per me po interesant. A po si më rrë? Ese interesante janë gjërat spontane. Spontane sigurisht. A ki shkrebs? Jo. Shkretja zemë. Are you okay? Po. Laj s'po dukesh. Se s'po gudzoj me pyt ma fjetë, se tani pi bjen që adim. Laj pyt zemër qa dush, as mos tanin.